Zonja dhe zotrimin mbrëma, mirë se po ritakojmë në transmetimet e drejt për drejta të A2CNN, vijoj me maratonën e post-zgjedhjeve në këto orë që në fakt procesi nuk është finalizuar tërësisht, ndonse panorama dhe konfigurimi duket thuajse i qartë. Sali Berisha ndërkohë e bëri të qartë sot qëndrimin për 11 majin. Këto ishin zgjedhjet më të grabitura, më të pleçkitura dhe më të dhunuara në gjithë historinë elektorale të Shqipërisë pluraliste. Ai tha ndër të tjera se Edi Rama i fitoi zgjedhjet fal krimit dhe se bandat ishin aktive në 10 qarqe dhe në 20 bashki dhe ato patronazhuan 30 deputet të mazhorancës kriminale sipas tij. Ndërsa Edi Rama nesër pritet që të mbajë fjalimin e fitores së mandatit të katërt, Berisha njoftoi se Partia Demokratike do të organizojë një protestë të premten për të denoncuar vjedhjen e zgjedhjeve, pikërisht në ditën kur në Tiranë do të mbidhen liderët e Komitetit Politik Evropian. Por kreun e Partisë Demokratike, libri i zi këtyre zgjedhjeve shkruhet në datën 16 maj në orën 17 në bulevardin Zogu i Parë për të sensibilizuar opinionin publik botëror mbi krimet monstruoze të përbindshit elektoral Edi Rama që nuk respekton asnjë ligj ndërkombëtar për zgjedhjet. Kreu i Partisë Demokratike tha se protesta do të jetë paqësore dhe garantoi se nuk do të ketë probleme që të cënojnë në shkallën më të vogël sigurinë e liderëve evropian. Kryeministri Rama reagoi përmes një postimi në Facebook pak minuta pasi Berisha se do të organizonte një protest. Më 16 maj të gjithë ata do të mblidhen nga të 4 anët e Europës në sheshin tënd Ombret dhe ne, stërni pritet tu, do të jemi të gjithë krenar për emrin e Shqipërisë tonë që do të shqiptohet në të gjitha gjuhët e botës, shkruante Rama në Facebook duke u drejtuar heroit ton kombëtar Skënderbeut. Për rezultatin që prodhoi 11 maj dhe zhvillimet që na presin, flasim sonte në debatin e mbrëmjes me të ftuarit tanë. Na bashkohet në transmetim do të jetë Vin Kulluri, djathta 1912, me mbrëma dhe mirë se vini. Me ne do t'je Zonja Nora Malej, pedagoge, me mbrëma, faleminderit që u bët pjesë e jona sonte, zoti Samineza në ndihmon me analizën, faleminderit që jeni pjesë e jona dhe pas pak në bashkohet edhe profesor Krista Shkume. Ndërkohë unë po e nis me zotin Kulluri me njëherë me cilin kemi pasur komunikimet vazhdueshme gjatë fushatës dhe për të shmëri thuajse maksimaliste. Zoti Kulluri, çfarë ndodhi? Nuk e prisja të mbledhin këtë. Nuk po flas për rezultatin tim apo të partisë tonë, as të opozitës, as majorancës. është një shoqëri që është shumë e smur, përfundimisht. Dhe këtu nuk përjashtoj as veten, as kënd tjetër. Domethënë në këtë vend nuk ka më vlerë as kesh drejt, as ti je në gabim, nuk ka më rëndësi. Shoqëri e smur, po thonë? Po, për mua po. Domethënë fillon që nga politika elitat e deri poshtë. Po bisedonim, po i thosha sa minut para emisionit. Po nuk mundet të dalë kryeministri të ofendojë gjysmën e shqiptarëve, kushdo që janë, dhe të marrit njëjtin numër votash. Më thonë një lider europian që do jetë në summit, që i thotë çyryk kundërshtarëve. Dhe votohet. Do ishte zhdukur për 24 sekonda. Vjen ky tjetri ka humbur për herë të 254 vjet të fillon revolucioni pra pas nesër, çfarë them. Ky vend ka marrë fund. Më fal që po ta them. Në këtë moment që jemi, ky është një moment historik për keq, një moment krize totale ligjore, institucionale, politike, morale e shoqërisë. Duket se edhe busulla juaj është e çakorduar, sepse pothuajse një javë më parë ne kemi folur bashkë në kjo studio në mos gaboj, dhe ju kishit pritshmëri krejtësisht të tjera, madje më flisit për një numër deputetësh që mund të ndërtonit një grup parlamentar në legjislaturën e ardhshme. Dhe sot që po flasim. Ka dështuar gjithë opozita, nuk kam dështuar vetëm unë apo partia ime. Ka dështuar dhe PD-ja, ka dështuar Ilir Meta. Hyri më fitoi. Jo. Ka ndërshtuar partitë e reja. Po, a jemi kredibël edhe legjitime qofse ishën akuzët dhe fajtorit e çojmë tek shoqëria? Se më thatë shoqëria smur. Apo na futët të gjithë target grupet? Po pse ne ku jemi? Se jemi pjesë shoqërisë. Politika është jashtë shoqërisë. Është ekstra sociale? Jo. Kjo shoqëri prodhon të. Në fakt me këtë realitet të ri duket ekstra vendimarrëse. Kur nuk përjashtoj veten time në dështimi, nuk kam se përjashtoj ata që në fakt janë kryesisht fajtorë. Nuk është për të hedhur topin diku tjetër. Po them që kjo, po çka po të marrë shembull. Unë isha kandidat në Lorë. Nuk ka mundësi që të fitoj PS-ja në Kuç me 90%, ndërkohë që po marrin ujin. Sa të ujë kanë, të lumë kanë. Në Tragjas ka fituar PS-ja 80% vota. Ndërkohë që mi që u merr ujin, po fotë nga i dru, çon në policinë. Ma thuaj ti mua çfarë do të vën? Jo, më thoni ju mua, kush i çoi ato vota në kutitë e Kuçit edhe të Tragjasit? Nuk e di kush i çoi, një ndërgjegje jo e pastër e shoqërisë fatkeqësisht. Zoti Kulluri, këta njerëz që po më thoni se do të ngelen pa ujë. Këta për këta, këta po them, për të po flas, se për çfarë flas. E ka fani Rama për të. Dëgjoj. Unë kam qëndruar i vetëm, ti e di shumë mirë. Edhe sot qëndroj i vetëm, jam i pari zë në opozitë, them kemi dështuar të gjithë.
të kenë... Në fakt jeni i pari që po flisë me këto tonë dhe i pari që po flisë publikisht deri tani. Po, dhe nuk vjetë turp të them që kam dështuar dhe unë. Nuk është turp, marë të jesh i vërtet. Problemi është në këtë shoqëri, kush ka të drejt, duhet i vitë turp, e kush gabim, fryhet si hero. Jo, kemi dështuar të gjithë, ka dështuar opozita, për mua ka dështuar qeveria dhe gjatë procesit zgjedhor, ka dështuar gjithë në qeverisit, do dështoj dhe më keq sa të marri mandatin tjetër. Se unë nuk e di çka më të bërë ky njeri, çka kontributi mund të japi interesit publik e Rama. Nuk e di, nuk shoh. Unë më shoh, nuk shoh arritje, shoh përgjithsisht probleme. E kam mbledhur qarkun Vlorë 2 muaj në çdo cep, nga Delvina në Konispol, nga lumi Vlorës në Dukat, nga Vlora në Novosel. Kush ishte kryefjala? Me të majtë dhe të djathtë, po djathtët s'ka një përshpejtë qeveria. Biznesmen të majtë, të paknaqur të mërzitur. Administrata publike, të paknaqur të mërzitur. Qytetarët që janë punë tyre që nuk marrin një rrogë nga kjo qeveri, të paknaqur. Të fusin dorën në xhep në hipotekë, të fusin dorën në xhep kadastër, të fusin dorën në xhep të ujësierësit, të fusin dorën në xhep me tatimet. Votojmë prapë. Të paknaqur për votues. Kaq pra dhe votojmë prapë. Po këta që më qajshin, një tavolinë të nesër më shkuan votuan pësën më. Këta të tjerët, që tonë nuk bëhet kjo po me Sali Berisha, shkoj votojnë Sali Berisha, nuk votojnë mua. Mirë, përveç etiketës së dështimit, e keni gjetur një shpjegim këtij fenomeni sepse ju e keni shumë të prekshëm dhe po flisni për fshatra konkret, kuti konkret, e keni qenë prezent në ditën e numërimit. Po flas masivisht Vlorën më. Të flasim për Fierin po desh atje. Do të flasim për Tiranën. Nuk e kuptoj këtë. Këtë gjë nuk e kuptoj dot më. Një parti që ka 3 shekuj në qeverisë në burg, fiton me diferencë më thellëse përpara. Kur jam nuk e kuptoj më. Ku ndodh kjo? Diqeti? Kjo nuk ndodh në vendin më të përpambetur të Afrikës, kjo nuk ndodh. Kjo sot po ndodh në Shqipëri. A do kaloj kjo faz? A do shërohet kjo shoqëri? Ka nevojë për shkundje? Nuk e di. A do ndodhi apo jo? Po unë di një gjë, që ky vend është pa qeverisje 4 vjet të ardhshme, formalisht ka, dhe është pa opozitë që nga dita djeshme. Sot Shqipëria nuk ka më opozitë. Po këto 50 mandate në qofshin 50 me qenë se shifra aktuale aty ka shkuar. Për çau duan? Si janë opozitare? Jo, për çau duan. Për çau duan për çau deshën to mandate 4 vjet e fundit. Për çau deshën 43 mandate që u fituan nga Lul Basha. Si bie zoti kullurit të dorëzohen të ikin në shtëpi, të lënë edhe këto 50 që kanë fituar? Po ata janë të dorëzuar, ata janë të humbur. Çfarë dorëzojnë më? Çfarë të dorëzojnë më? Ata të dorëzuar janë. Nuk e kuptoj. Është era parë që po kjo opozitë. Më zonjë, kam qenë 2017 që flasëm këtu. Sa vite u bën më se tash na humbën matematika 8 vjet. 8 vjet që bëj debate i vetëm. E nis me 5 veta, 4 të rrethojnë, ikin legenoset e kryetari i partisë. Vinë 4 tjerë në bashkohen. Ikin prapë këta servilosen. Dolën ca burra në fund, këta që u tregu me burra, me këta morën rezultati më të keq. Çfarë bësh më të vend më kupton? Jo, megjithatë u penduat që me këta që u bët bashkë në fund që i konsideruat më burra morët rezultat më të keq. Dhe kur them u penduat, e kam fjalën për dëmin kolateral që i lat opozitës. Ka qenë si burra që kanë Keletit, e Rezartit, e Dashit, e Ipseni. Kanë qenë si burra, kanë qenë të idenë të tyre. Si burra në betejë, por jo si burra në rezultat. Rezultati nuk ka të bëjë me burra, se mund të vritesh betejë. Mua më janë vrarë njerëz të familjes time për këtë vend, por kanë qenë shumë burra që janë vrarë. Lepujt nuk i vret njeri. Lepujt i vrasin gjuetin, betejë bien burrat. Jo, pyetja ime për pendesën ka të bëjë me atë që i morët si kolateral votash opozitës kësaj radhe. Sepse djata si 1912 nga morët ju. Në qoftë se keni marrë. Ne e kishim fajin. Sa vote kam hequr në opozitë? Jo vetëm ju. Po kush tjetër? E gjithë reja e cila hante djathtë. Çfarë do të thonë opozitës? Nuk e kuptoj. Kush opozita ato? Pse unë nuk jam opozitar, vetë pse vendos Sali Berisha kush vazhdojnë prapë një cikël, e kupton? Edhe pyetja që bën ju, vazhdon të njëjtin, ka dalë një pronar i opozitës, një pronar i qeverisë. Pyetja është legjitime sepse nëse do të kishte të formuar do prodhonin ndoshta tjetër rezultat. Kjo nuk është gjuha jote, gjuha e opozitës e PD-s, unë e kuptoj shumë mirë. Jo, kjo është gjuha e logjikës. E logjikës. Nëse do të ndërtonet një pol të përbashkët me këtë formulë elektorale që keni, a do të merrni tjetër rezultat? Një sekond. I bëm thirrje, si do merremi çka partitë e reja sot të tjerat. Do merremi me të gjithë pa diskutim. Ideja albës është që për shembull në Tiranë, edhe duke ju vjedhur do dilni të barabartë. Po do shikojmë. Në Tiranë. Një sekondë, duke supozuar të gjitha vjedhjet që janë bërë, prapë të barabartë do ishin. Kush i bëri thirrje gjithë partitë e reja për të bashkuar në koalicion? A ishim ne apo si ishim ne? Kam dalur me Dashën me Keletin, 4 muaj kemi bërë thirrje. Lapajt, Shabanit, Shehajt. Përveç se Marlindin që jo se nuk donin, po për shkak të qëndimit ideologjik, unë kam respektuar përmajtizmin e tij. Që është për të respektuar nëse ideologjia ndan. Nxorën sebepe të gjithë për mos të bashkuar. Kjo pyetje s'duhet më për mua. Ne i ftuam dhe ta spranuan 4 muaj dhe e dinin që po të fragmentizohet vota, i bën keq. Apo jo? Mirë, ky është një dështim kolegjial, është i përbashkët të gjithë të res që konkurrojnë se radhë. Jo, jo, dështuan gjithë dhe vjeta dhe reja, dështoi PD-ja, dështuam ne. Unë po them kemi dështuar të gjithë.
Qa do bëjnë ta me 2 mandate, më falë? Ku do bëjnë ta? Qa do bëjnë? Do bëjnë la aty në parlament kotë, do përtasin. Po që për ty për 8 flamurin e burse këta. Për 8 flamurin të knaq, shkon të dhe ne i shishet pak të. Se ti ku shkretas nuk të do gjë. Qose do t'kenë dy, sepse si pas kalkulimet fundit, agrosheja në kryeqytet lufton për të dytin, dhe mos ta ketë konfirmuar në momentin që flasim. Lapa i lufton në Fier për një mandat tjetër. Kjo është luftosh për 2 vende pune, po nuk është për të ngritur opozita, me 4 veta nuk ngrihet opozita. Ky është problemi që kam me këta. Pra ky nuk është penetrimi domosdoshëm i sistemit që ata pretendonin që do të bëjnë, edhe ju në këtë rast. Të lutem shumë. Të çaj sistemi do thosh të ulje PS-n në 7 mandate apo jo? Unë për të hyrë në betejë. Që jo të shkoj për i vend punë për deputet për vete. Se unë vend punë e gjeqë nesër. Megjithëse secili e keni mohuar që e bëni këtë betejë për një vend punë. Më zoj, unë e time nuk kam qenë pa punë, ta dish. Jo ju personalisht, e kam fjalën për të rinjt e kësaj gare. Edhe një herë, ky 16 vjeç kam marrë rrogën e parë sportist. Nuk kam pas një problem me rrogë diku. Ky nuk është diskutim personal, po flas për të gjithë të rinjt që garuan se radhe, këtë argument kishin që nuk kandidojnë për më lërë të marrë diçka dhe pastaj më kundërshtosh. Kjo që po them është kjo. Nëse ti nuk e mund, nuk e rrëzon të majorancë në 70 mandate mbas 12 vitesh, dhe ti thjesht shkon deputet parlament, ti praktikisht je një rrogtar, një nga 40 rrogtarët e parlamentit. Po misioni jot ka dështuar. Misioni im ka dështuar. Lapa e ka dështuar me se ka marrë 2 mandate, sa ato 2 mandate s'ke që do. 2 mandate agroshet nuk ke që do. Nëse se nuk i ka marrë ende. Po nëse merë, po dhe një më keq akoma. Ne që s'morën fare akoma më keq, po doja që e madhërishme, madhështoria që ishte? Madhështoria, u këtuje prap në një morë të vogël opozitar. Ka që po kjo është historie. Do të vazhdojmë diskutimin, por le të konsiderojmë të hapur debatin. Profesor Krista Shkuma është bashkuar me ne në panel. Mirëmbrëma dhe mirë se vini, profesor. Mirëmbrëma. Meqense ju ishit rrishtari këtij paneli, po ju pyes, më jepni një lexim tuaj për këtë rezultat zgjedhjesh. A e kishit në pritshmëri apo ky lloj përforcimi dhe konsolidimi në mandat të 4 ishte befasi edhe për ju? Për mua është mirë që të themi dhe të bijem dakord për atë që ishte një shans i humbur për shoqërinë në përgjithësi. Një shans i humbur në kuptimin që sipas meje dhe në vlerësimin tim ishin të gatshme kushtet që në këto zgjedhje të mos të realizohej rotacioni i kërkuar me kaq dëshirë nga një pjesë e mirë e partive politike të opozitës, po të realizojë ndryshimi. Unë isha i bindur që ndryshimin zorë se mund të ta realizonin ata të cilët synonin rotacionin, pra synonin pushtetin. Ndryshimi mund të bëhej sipas meje në qoftë se forcat e reja politike, partitë e reja politike, do të ishin ato që do të jepnin pastaj tonin mënyrës së qeverisjes së këtij vendi. Ishte koha kur njerëzit të velur do të thosha unë, me atë nocionin parti, veçanërisht me partitë kryesore, të konsumuara si emër, të konsumuara edhe si punë që kanë bërë deri sot, të vlerësuara, pse jo, le ta themi, për atë që kanë bërë gjatë gjithë kësaj periudhe të tranzicionit, dhe që mënyra se si e sollën këtë periudhë deri në këtë stad, pra deri në prag të zgjedhjeve të 2021-shit, me veprimet dhe mos veprimet e tyre, sipas meje prodhuan kushtet e nevojshme për të përfunduar kjo periudhë tranzicionit dhe për të filluar periudha e re. Gjë që prej tyre nuk bëhej dot, por duhet bërë nga forcat e reja politike, nga partitë e reja politike. Pse nuk ja do dhe ajo që humbëm ne, po, me qenë se habitati ishte dhe momenti ndoshta ishte më shumë se kur. Dhe ajo që humbëm ne ishte pikërisht kjo dhe humbëm sepse ata që morën përsipër që të garonin në këtë proces zgjedhor si alternativat reja politike, si partitë reja politike, në fakt nuk patën dhe nuk e realizuan gjithçka si një mision që do të bënte të mundur këtë që unë sapo thash. Në të tërën e tyre, në të shumicën e tyre, sjellja, po edhe paraqitja dhe impresioni që t'jepne, unë e kam thënë dhe diku tjetër,
të bënte që të kryosh mendimin se nuk kemi të bëjmë me një gjë esencialisht ndryshe, por kemi të bëjmë me një matjoshk. Pra, matjoshka e madhe, hiqe dhe del kjo e vogla. E vogla nuk arriti dot që të bëhet, që ta mund të shfryzonte këtë gjë. Nuk arritën dot këta. Disa e prej tyre kur kam patur rastin që i kam takuar, mendoni jo për atë çka jeni duke denoncuar që është bërë keq dhe të thoni si mund të rregullohet, mund mos bëhet më kështu se si duhet bërë më mirë, po mendoni për këtë, por për më shumë se këtë mendoni se si mund të ngrini frymën. Këta nuk e ngritën dot frymën. Dhe duke mos e ngritur frymën, këta ishin në garë si gjithë të tjerët. Si gjithë partitë e tjera. Të diku me mos thoni që të rinë dështuan që të perceptoheshin të elektoratit si diçka e re, por si një kopje e shëmtuar e së vjetrës? Pra për mua dështimi më i madh në këto zgjedhje është dështimi i kësaj mundësie që pati shoqëria shqiptare për të bërë ndryshimin dhe për të filluar fazën e re të zhvillimive të saj si një shoqëri e cila shumë shpejt pret që të jetë pjesë e BE-s, pjesë me të drejta të plota, me detyra dhe përfitimet e plota nga BE-ja. E humëm këtë shanse. Pastaj pjesa tjetër është e gjitha një déjà vu. Kështu është zhvilluar zgjedhjet tu tek ne. Po qëse do ta linim dhe faktikisht u la në dorë dhe sipas vullnetit të atyre që kanë gati 30 vjet që bëjnë këtë gjë, është pothuaj e njëjta gjë. Déjà vu mund të jetë procesi, megjithatë déjà vu nuk është precedenti historik i një mandati të katërt. Po është tjetër gjë kjo pastaj. Jo, shiko. Ai është ndryshim që në këtë plan që po e zhvilloj unë bisedën, është vetëm ndryshim sasior, nuk është ndryshim cilësor. Sasior është, që është çrregullsi e cila zëvend ndodh pikërisht në këtë shoqëri, në këtë shoqëri si shoqëria tonë, ku nuk kanë kuptim ligjet, nuk veprojnë ligjet. Or ne veprojmë, i zhvillojmë zgjedhjet sipas kërkesave të sistemit proporcional, apo jo? Sistemi proporcional në thelbin e tij ka krijimin nesër të një klase të pushtetit, mazhorancë dhe opozit, të tillë që mazhorancat mos ketë fuqira të mëdha vepruese të saj, vendimarrëse të saj. Pra, mazhorancat ketë nevojë që për të qeverisur të bëjë ato që quhen koalicione paszgjedhore. Ky është thelbi i sistemit proporcional. Për të rregulluar. Profesor, që realiteti jonë ka thyer prej vitesh e prej mëkatesh. Ore ligj që neve nuk e respektojmë. Pra jemi një shoqëri që nuk kemi kaluar pragun e nevojshëm për të zhvilluar sipas rregullave që zhvilluan shoqëritë në përgjithësi more. Akoma jemi në çrregullsi, është shumë e vështirë të analizosh këtë shoqëri për sa kohë që është akoma në lëvizje kaotike. Tond pse ka ndërtuar atë formulë, e cila dihet shumë mirë që favorizon të parin. Pse? Sepse ka arsyetuar që gjithë vendet që do zbatojnë sisteme proporcionale për zgjedhjet politike, do të kenë probleme pas zgjedhjeve me qeverisje, do kenë një mazhorancë të paqëndrueshme. Është shumë i fortë ky efekt i sistemit, apo jo? Andaj, për të zbutur sadopak këtë efekt të këtij sistemi, ai ka furur atë formulë të hondë që forson të parën, i jep që në tavolinë të parës me formulë më shumë mandate se shtakon. Dhe konsolidimin. Pra, edhe njerë po them. Ne kemi nevojë për demokraci, është teorike. Në shikoj plan teorik. Parin në vend të të parë. Në vend të asaj në vend të primit. Në vend që t'i japi primit, ai ka zgjedhur këtë formulë. Po pse e ka zgjedhur? Edhe njerë, pse e ka zgjedhur? Sepse sistemi proporcional i cili nuk t'i jep dot në thelbin e tij mazhoranca të qëndrueshme të forta të qeverisin vetë. Këtu tek ne s'do fare kjo punë. Nuk do të mazhoranca. Pra është e çuditshme dhe me atë. Shikoj. E dëgjova çfarë thatë, është një popull shumë i çuditshëm ky thotë. Unë të rra dhe ti më puth apo jo. Unë të presuin dhe ti vetëm jep votën. Apo është i çuditshëm. Në këtë kuptim. Jo, çfarë policia, është një popull është pjesë e politikës. Mjafton vetëm në qeverisje. Pse politika çfarë? Edhe një drum mbrapa që të votonin nga 70-80%. Pra, duke qenë se jemi në këto kushte, ne kemi nevojë, pa tjetër, që ajo që ka në gjithmonë e kemi thënë dhe teorikisht kemi ardhur në momentin kur aman ose na plasi shpirtin kjo gjë, të kemi mbështetjen, të kemi presionin që duhet na vinë nga të tjerët që kanë dhe din ta ushtrojnë shumë mirë se ne demokracinë. Na tuaj. Dhe unë pres dhe do kërkoj që ta bëjnë këtë gjë.
A e kanë bërë herë tjetër? Keni fjalën për certifikimin e rezultatit? Ata që certifikojnë rezultatet... Që ka ndodhur kjo ka qenë precedenti vit 2001 dhe ju e mbani mend. Po, si se mbaja. Aso kohë ka pasur kalim tranzitor pushteti nga 2003 me presidentit në 2005 me kalimin e but. Pra do duam sërish kaq shumë kohë të shtrirë? Jo, një minutë. Në 2001-shin, kësaj do të referash, në 2001-shin fitoi Partia Socialiste. Zoti Nano që ishen kryet Partia Socialiste kishe si objektiv fundor të tij krijimin e mazhorancësh me 80 të cilësuar me 84 vota që të mund të merrte mandat, të mund të bëj apo president. Jo, të bëj president. Të bëj president do donte 84 vota. Presidentin konsensual në 2003. Dhe u detyrua kjo mazhorancë nga presioni ndërkombëtarëve, i tha, e ke fituar, po jo. Ka shumë e këtë pruar me atë dushkën e vogël të pruar gjë, apo prandaj lëre presidenti do ta zgjidhë me konsensun e të gjithë. Jemi në situata fjalë për fjalë jo, por në thelb të njëjta, me atë, kështu që ndërkombëtarët, se ne vetë nuk e bëjmë dot, në këto kushte kur proporcionaliteti i sistemit prodhoi një mazhorancë të skajshme, apo kur vërtet mund tjetë ashtu si shtote dhe kulluri që duan mandat në ta, personalisht mi se do marri rogën, po ama politikisht para vjetë në pikpyet e gjitha ajo që quhet pjesa balance e pushtetit opozita, dhe vërtet mund vjetë në këpyet se dy duan për të bërë 84 vota. Por nëse do të kishte arbitrim ndërkombëtar, do ndryshon të gjithë konfiguracioni? Mënyra se si do ushtrohet ky, kjo që po them unë, mënyra se si do ushtrohet ky pushtet. Kërkon me domosdo që të jetë nën syrin, vëzhgimin dhe presionin e ndërkombëtarëve. Ndryshe, ne do vazhdojmë kështu siç kemi bërë dhe do jeti sigur ndofta edhe mandati tjetër i po kësaj mazhorancë. Për të cilin kryeministri ju në flet. Zoja Malej, tani për jush gjithmonë pres një analist që shkon për te politikës që përfshin dhe antropologjikën dhe socialen që unë besoj se sot është më e vështirë se kur. Sidomos pas efektit që shpjegoi Kulluri, i cili ka bërë një fushat derë më derë në të gjitha fshatrat që i quante të tijat. Në fakt, u anjifte problematikat në thelb dhe pretendonte me shumë siguri të paktën këtë studio që do të siguronte jo vetëm mandatin e tij, por do të shkonte edhe për te. Dhe sot duke pa realitetin në sy shfaqet i zhgënjur. Atëherë në shpjegimin tuaj, pse vjen ky konsolidim edhe në numra, edhe në pushtet, aq më tepër në një mandat të katërt? Teksa dëgjova Vinin, më fal, po flas Vinin, mos e them zoti Kulluri. Bravo. Dhe profesor Kumen, janë dy paralele që vjen, njëri nga tereni, tjetri nga njohësit më të mirë të bazës legjislative dhe legjislacionit, sidomos të procesit të zgjedhjeve. Unë do t'i vija titullin këtyre zgjedhjeve me një emërtesë socio-psikologjike dhe politike, bonjour tristesse. Do me thënë një dita trishtim. Dhe e them duke u nisur nga disa argumenta. Argumenti parë kemi votën e bindjes. Argumenti dytë kemi votën e frikës. Argumenti tretë kemi votën e protagonizmit. Argumenti 4 kemi votën e frymës dhe argumenti 5 që shkon ndoshta në fundore, po që orienton, kemi votën e deformuar nga patronazhimi i të gjitha partive, s'po vë as të majt, as të djathtë, as të qendrës. Po qëndrojnë te kategorizimi i parë. Kush është vota e bindjes? Kush futet në këtë target grup? Vota e bindjes janë të gjithë kategoritë e atyre njerëzve që quhen militant. Dhe në militantizëm është njësoj si në besimin që ke një zot. Në momentin kur njerëzit janë militant, nuk bëjnë analizë, duan patjetër që ajo që ata besojnë në mënyrë a priori, pra pa logjik, duan që të fitojnë. Dhe ata janë në rreshtin e parë, dhe ata janë të zhgënjyerit e parë që sot ndjejnë trishtimin më të madh. Zoja Malej, kategorizimi juaj në fakt ishte shumë i bukur dhe se takon etiketave dhe se takon epiteteve, por pyetja ime është, me këtë shpjegim tuaj, praktikisht këto kategori që ju sapo i mirë përcaktuat, a nuk janë të gjithë militantesk? Jo, nuk janë militantesk. Këto kategori janë të ndara në qasjen se si një qëndrojnë një politike që nuk prodhon politik, po prodhon pustetmbajtje. Dallimi parë ose premtim pustetmbajtje, premtim pushteti, pala tjetër. Do me thënë, historia, ne e tham këtu në këtë studio dhe unë, ashtu si profesor Kumja thash fort, sot ka ardhur momenti të bëjmë frymëmarrje të pluralizmit, jo pluralizmit kozmetik, po pluralizmit real. Ne sot kemi prodhuar një pluralizm kozmetik.
Kemi thënë që kemi pozit dhe opozit, po në fakt nuk kemi më check balance dhe në këtë situatë luftohet për të rritur disa të rinj të cilët duan të hynë kjo gara politike, që të gjithë donim shumë që të merrnin shumë më shumë se sa ka ndodhur dhe po na rezulton deri më sot, dhe ne ndërkohë pam që në fakt kjo politik që në thelb ka përmbajtje pushteti, jo politike, se nuk dëgjuam analiza të programeve, analiza të 100 ditëve çfarë do bëheshin. Zeqinea nuk të pëlqen? Zeqinea është analiza më të madhe ka për Zeqinea. Zeqinea është modeli i fundit i qasjes moderne të asaj që quhet kozmetika e politikës. Megjithatë, me 83 mandate, unë jam në rezervat e mia në qoftë se kjo mund të quhet edhe kozmetik. Jo, kjo nuk është kozmetik më. Kjo kozmetik... Se këtu nuk ka pluralizm kozmetik më. Pluralizmi kozmetik do të thotë që ata nuk e kanë bërë shumë të mirë make-upin, nuk kanë marrë nga këta që janë mjeshtrat e make-upit, ata kanë bërë një make-upin më të trash për të thënë, shiko, neve jemi gjitha e kuqe, po fusim ca penela boj blu. Por nuk kemi as maestro. Por nuk kemi as maestro për këtë gjë, sepse nëse do bëj kjo gjë me artin e politikës, do studioj e para do studionim me kë popullat kishim të bënim. Në fakt kjo është studiuar, se kjo është një popullat që vjen para viteve 90, që është mësuar me një lloj elementi diktatorial dhe mua, për hir të së vërtetës, ti e mban mend në momentin para se të hynim këtu që bëm humor me gazetarët me njëri tjetrin dhe i thash, mua se ç'më hoqi madhin o profesor të viteve para 90-s, kur kishim atë teorinë që ç'thot populli bën partia, çdo partia bën populli, dhe unë këto sot lexova që entuziazmi të majtës me kaq shumë ovacione duhet jetë pak më i frenuar. Po çfarë kanë bërë ovacione? Ndoshta janë reminiscenca tuaja kolektive. Sepse në një mënyrë apo në një tjetër, këtu nuk kemi fitore se 40% të popullatës ka votuar. Dhe në 40% të popullatës, 60% e popullatës e ka larguar, pra nuk ka dashur t'i afrohet. Pra në një farë mënyre këtë lloj loje pseudopolitike dhe mbajtje pushteti, që është më shumë mbajtje pushteti, ka dashur të largoj nga vetja dhe ka dashur fare të mos jetë pjesë as zgjedhjes, as e zgjidhjes e as një gjë. Pra në një mënyrë apo në një tjetër e ka abstenuar, është larguar, nuk ka hyrë fare në garë. Kjo 40% që... Megjithatë ngritja e duarve në qoftë të tillë për të 60% se kam rezervat e mia mbi shifrat, duke u referuar edhe censusit, por edhe shifrave zyrtare dhe asaj çfarë ne shohim që ndodh në realitet, ndoshta është ky dorëzim dhe ka prodhuar këtë rezultat. Ky dorëzimi pikërisht. Ky dorëzimi prodhoi këtë rezultat se ndoshta këta të 60-tët kuptuan që këtu nuk kishim të bënim më me politikë reale, po të kishim të bënim me një teatr absurd. Kur në këtë teatr absurd, Kafka sot do kishte shkruar një nga kryeveprat e tija dhe do tregonte se në të gjithë historinë absurde të pseudo zgjedhjeve ne përsëri, jo vetëm që si kemi hikur tranzicionit të zgjatur, po kemi dhënë pushtete të pakufishme. Dhe Latini ka një thënie shumë të madhe kur thot, nëse dikujt, qoftë nënës, qoftë babait në një familje, i jep pushtet të pakufishëm, ai edhe sikur të mos doj kthehet në diktator. Sudineza, në fakt, më solli një indikacion për ta vazhduar bisedën zoja Malaj, duke thënë që me gjas janë studiuar. Dhe ndoshta sjelljet, populata, antropologjit, specifikat e zonës edhe mund të jenë të studiuara. Dhe këtu po referohem për ta nisur dialogun me ju, shifrës që na vjen nga Dibra, përkrahës për Partinë Socialiste Prandej, Dibra që në fakt u kthye në qendër polemike për shkak të etiketave që kryeministri përdori andej për burrat. Dhe po ta marrësh mbështetjen që mbori mbrapsht, është ndoshta e mirë studiuar. Mos reagim, por ama suport me votë. Këtu e gjeni shpjegimin ju dhe mbi këtë sigurisht që do të analizoni edhe rezultatin sipror të 83 mandateve deri tani. Po, foli dhe Vini në lidhje me këtë sjelljen e elektoratit, konstatohet një sjellje tjetër e elektoratit, në fakt një sjellje si thua gati e pa disiplinuar dhe e pa vëmendshme për të interpretuar çfarë shpreh lideri ose çfarë shpreh ai që kërkon t'ju marrë votat ose çfarë prej tyre që t'ju dhuroj përmes pushtetit. Çështja, rasti i Dibrës është një rast ku unë po përpiqem ta klasifikoj pak të ajo kozmetika, demokracia kozmetike, domethënë që demokraci me kozmetik ku gjërat në një farë mënyrë pranohen edhe kur nuk të pëlqejnë, por shef se
pas tyre mund të ketë një produkt. Unë mendoj se kështu kanë menduar edhe... Mund të jetë produkti një kozmetike të dështuar. Edhe votuesit e Dibrës kanë menduar pak a shumë për këtë gjë, domthonjë që do kenë një produkt më të mirë prej qeverisë. Po pse ndodh kjo? Pse nuk ndodh gjithandej? Se po të shikojmë ne kemi disa pika, kemi rastin e Dibrës që është pak më masiv, po kemi edhe rastin e Tragjasit, po edhe të Hotolishtit. Që të tre janë raste pak a shumë të ngjashme që vendosen në të njëjtin terren, po nëpër masa të ndryshme. Hotolishti protestonte me Arkivol, zotin Eza. Po e keni parë mbështetjen që ka dhënë Partia Socialiste? E di, po pranaj po them unë, po e them këtë gjë. Ç'a ndodh në Hotolisht? Në Hotolisht ata nuk kanë asnjë mundësi tjetër, asnjë zgjidhje tjetër përveç zgjidhjes që marrin nga qeveria. Domethënë sa më shumë që qeveria zhvesh nga mjetet qytetarët, domethënë nga mjetët ose nga mundësitë, dua të them më shumë, aq më shumë i afrohen qeverisë. Aq më shumë e shohin qeverinë, aq më shumë e shohin qeverinë, zgjidhen, prandaj vinë në pushtet. Aq më shumë e shohin qeverinë si të vetme mundësi, se aq më shumë qeveria kthehet si e vetja mundësi. Sindromi nëse ti më largon po fitoi PD-ja në Gërdes. Unë mendoj që nuk e plotson të gjitha kushtet e sindromit së Stockholmit, po është po Stockholmi ka dhunë kurse kjo nuk ka dhunë. Nuk ka dhunë. Zoti Kulluri sa po tha që ata të Tragjasit nuk ka masa të dhunshme. Ja ta them unë, nuk ka masa të dhunshme. Për shembull, rezultati i Firit sot në 2025 është njësoj si rezultati i 45-s. I 1945-s. Ajo e Zeqines nuk ishte dhunë psikologjike dhe intimitet? Jo, nuk ka qenë dhunë psikologjike. Në asnjë rast. Për mua nuk ishte dhunë psikologjike, ajo ishte një metodë. Ishte një metodë komunikimi i cili gjen vend tek një shtresë të caktuar e popullsisë. Me gjas funksionon. Dhe absolutisht duhet të ketë funksionuar për shkak të qarkullimit. Të gjithë kanë qarkulluar atë si një model që s'duhet shikuar, s'duhet ndjekur, pa ama secili prej tyre ka komunikuar me të. Po një model që kureson ama nëse flasim për numër votash. Dhe në fakt u bë model. Dhe në këtë kohë ku komunikimi dominon, është edhe reklama e keqe, është reklamë, domethënë ti për ty flitet ose edhe kur flitet keq për ty flitet. Është shumë më mirë se ta harrosh. Vetëm do ta bëja këtë krahasimin. Sonte po flisem me një ton normaliteti që mua nuk më duket normal. Me zotin Eza e kam. Po tua bëja të njëjtën pyetje para zgjedhjeve do të ishit i irrituar. Sonte po flisi si një njerëz imun për këtë që ka. Jo, nëse do të më pyetësh prapë, mua nuk më ke pyetur për këtë rast në fakt. Po edhe nëse do të më pyesje, unë do të përgjigjesha me një mënyrë se unë jam një njerëz i komunikimit vetë. Praktikisht unë e pranoj atë si formë komunikimi, e pranoj si formë komunikimi, por ndërkohë unë jam kritik me atë model, për shkak se mund të gjitë formën edhe tek shumë të tjerë, domethënë. Dhe ky është problemi. Dhe duke ngjitur atë formë bie cilësia e komunikimit, po bie cilësia e outputit të komunikimit. Për shembull, përmes këtij komunikimi ne nuk kemi ta zëm deputet atë ekspertin në Lushti, që është një ekspert i jashtëzakonshëm i bujqësisë. Më duket se s'jam duke gabuar, dhe do kemi deputetë autorën e këtyre videove, për shembull. Jo, autori ishte kush? Apo ideatorin. Kështu që duhet të them që aktoria. Po mirë, edhe ideatorin po. Analizës thellësisht po populli atë protagoniste ka votuar. Këtë po them pra. Domethënë mënyra është efikase, outputi nuk është produktiv për shoqërinë. Kjo është. Zoja Malej? Jo, dhe kjo duket më vonë. Mu desha vetëm këtë gjë, desha ta shpjegoj edhe një herë këtë punën e Firit, domethënë rezultati i Firit. Rezultati i Firit, e thashë edhe më përpara, është shumë i ngjashëm me rezultatet e vitit 1945 në Shqipëri. Pra Fieri në momentet që flasim, po e bëjmë për transparencë për publikun, në mos gaboj është 12-4. Ku Lapaj po lufton për një. Atëherë i bie që të jetë 11-4-1. Apo jo? S'ka fituar luftën. Po, ka fituar edhe për të bërë diferencën e madhe midis ç'a ndodh kur qeveria është me kaq pushtet. Në 45-ën kishte opozitë Shqipëria. U votua dhe kishte deputet të opozitës. Kishte në këtë raportin e Firit, jo në raportet e qyteteve të tjera, por në raportin e Firit ose Gjirokastrës. Dhe në 46-47 këta deputet u fshin. Ca u përshkatuan, ca u varën, ca u futën në burg përjetshëm dhe nuk ekziston më opozita. Sot ndodh kjo, nuk ndodh fare, domethënë askujt si shkon mend, nuk i shkon mend në Tiranës të dhunojë opozitën. Domethënë sot nuk ka masa të dhunshme. Po i ka bler më opozita. Përkundrazi, domethënë është gjithçka funksionon si në sfungjer. Dhe njerëzit e kanë shumë të vështirë të përplasen
Njerëzit e zakonshëm e kanë shumë vështirë ta identifikojnë këtë model qeverisje, e cila nuk është diktaturë, por ama të gjitha pasojat janë pasojat e diktaturës, domethënë, sepse pluralizmi ngushtohet, duke u ngushtuar pluralizmi ngushtohen mundësitë, por ndërkohë ka edhe masa të cilat janë deri diku, nuk po them genocidiste, se janë në fakt genocidiste, po janë masat të cilat prekin demografinë. Në momentin kur disa masa qeverie prekin demografinë, dhe demografia, kjo prekje në demografi shkon në kurrizë të disa njerëzve dhe më vonë edhe në kurrizë të infrastrukturës dhe strukturës së vëmendjes. Ky është një problem shumë i madh pastaj. Çka ka ndodhur? Që në vitin 2015 e deri sot, dhe unë gjithmonë kam dyshuar, por nuk kam mundur ta faktoj që ka një strategji, ka një model, domethënë është marrë një model për të zhvendosur popullsinë, një popullsi e cila është e varfër, e pakënaqur me qeverinë, e gatshme për qenë kundër qeverisë, për ta larguar nga vendi. Në vitin 2015, kur pakush e priste, u ndërtuan linja me fugona nga Kuksi, nga Hasi, nga Trupoja, nga Mirdita, nga Dibra, të cilët në fillimisht nga këto, të cilët udhtonin pas i pengesë nga Shqipëria deri në fshatrat të ndryshme, në qytetet të ndryshme të Parisit dhe i linin atje. Po por ama kur u fol për ishte shumë i strukturuar, udhtim shumë i strukturuar, ishte shumë e vështirë. Edhe pasta politike që është edhe publikum atje. I duke një lloj çmenduri, ju s'keni guxuar, po Ilir Meta e ka artikuluar. Në këtë moment kam një komunikim të drejtë për drejtë, është zoti Celi Bashi, i cili po bën një deklaratë nga Parku i Lojrave Olimpike, me gjas atje ku po vazhdon të numërohet vota e diasporës. E dëgjojmë për pak sekonda dhe rikthehemi. Totalit të votave të ardhura nga jashtë. Kemi përfunduar vlerësimin dhe numërimin e votave nga jashtë për qarkun Kuks, përjashto 71 zarfa që i përkasin këtij qarkut të ardhura nga shteti grek. Këto janë pak a shumë informacionet e fundit në lidhje me ecurinë e numërimit dhe vlerësimit të votave si brenda vendit ashtu edhe jashtë vendit. Komisioner do më fali, po do ju pyes sërish si mbrëm për Greqinë. Me diferencën që ka një vendim të shpallur publikisht nga Kasi që vendimi juaj për të ndarë Greqinë më vete është rrëzuar. Ndërkohë praktika vazhdon të jetë e njëjtë në këtë qendërnumërimi. Një lloj siç ka qenë sikur Kasi po ishte shprehur. Çfarë po ndodh? Realisht ne akoma nuk kemi marrë një njoftim, edhe pse mund të duket e çuditshme nga Kas në lidhje me këtë vendim. Është një vendim i shpallur publikisht. Do të presim dhe arsyetimin e vendimit se për cilat aspekte të kësaj vendimare si komisioner shtetëror, ky vendim është anulluar. Gjithsesi, nga pikpamja praktike ne jemi në përfundim të këtij procesi dhe nuk e di se sa sens do të kishte për të ndërtuar një protokoll tjetër teknik të administrimit të zarfeve të cilët kanë ardhur nga shteti grek për votuesit nga jashtë. Dhe në çdo rrethon nevoja për ta administruar në një mënyrë të caktuar zarfat të cilët nuk i nënshtrohen procesit të shqyrtimit nga grupet e nënumërimit dhe nga komisioni ngelet gjithmonë. Nuk dohet kjo mënyrë, dohet një mënyrë tjetër. Do të thotë që mbi tavolinë nuk i lëm, do duhet të evidentojmë numrin e zarfeve të cilët nuk do t'i nënshtrohen vlerësimit nga grupet e numërimit. Që dim të gjithë bëhet fjalë për zarfet e ardhur nga Greqia, nuk ka kontest për zarfet e ardhur nga Italia, nga Britania e Madhe apo gjithë shtetet e tjera. Ndoshta do duhet t'i lëm mbi tavolinë. Vetëm kjo ngelet. Thjesht është çështje e mënyrës së administrimit. Ndaj realisht do duhet të kuptoj në vendimin e Kasit çfarë është ajo gjë të cilën ne do duhet ta ndryshojmë, do duhet të vlerësimi i zarfeve që kanë ardhur nga Greqia do të bëhet pa diskutim. Se si do të vendoset natyrisht është një çështje tjetër. Zoti Celi Bashi, kam dy pyetje para. DL thotë se më 9 maj ju ka dorëzuar një letër ku thotë se procesi i dërgimit të votë Nuk ju dëgjoj, lutem. Andon Kello nga ABC News. Kam dy pyetje. E para, DL thotë se më 9 maj, dhe kjo është e shkruar në letër,
ua ka dërguar këtë letër ku thot se procesi dërgimit të zarfeve ka ndodhur sipas protokolleve pa asnjë problem. Ndërkohë letra publikohet po sot. Kur ka mbritur kjo letër në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve? Pse nuk është publikuar më herët dhe mbi çfarë baze e morët vendimin ju pasi morët të letër për të zhvendosur Mënjan dhe për të bllokuar votat nga Greqia? Për të saktësuar, nuk ka një vendim as të komisionerit shtetëror dhe as të ndonjë institucioni tjetër për të bllokuar procesin e vlerësimit dhe të numërimit të votave nga jashtë të çdo shteti. Vendimi i komisionerit shtetëror ka të bëjë vetëm me mënyrën e administrimit të atyre zarfeve të cilat komisioni, grupi numërimit, i cili ka në kompetencën e vet, nuk i shqyrton për ato arsye të cilat ai i mendon. Natyrisht, pas grupit numërimit është komisioni i administrimit të votave nga jashtë dhe pastaj është komisioneri shtetëror, pastaj është KAS, pastaj është gjykata, por nuk ka një vendim për të mos u vlerësuar votat e votuese nga jashtë të ardhur nga Greqia. Letra e kompanisë DL ka ardhur në përgjigje të një letre që ne ja kemi dërguar DL-s, ku i kemi kërkuar informacion dhe shpjegime në lidhje me procesin e shpërndarjes së fletëve të votimit në shtetin grek. Letra është prej kohësh publike, mund të konsultohet në protokollin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, i cili është online dhe në dienin time di që është njoftuar, është bërë publike si letër. Ndërkohë sot për dienin tuaj, meqense çfarë do të them lidhet me pyetjen tuaj, i kemi kërkuar kompanisë operuese DL-s që të dërgojnë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve gjithë dokumentacionin provues të shpërndarjes së zarfeve apo të fletëve të votimit të themi në shtetin grek. Pra, çdo dokumentacion që lidhet si është dërguar, kujt është dërguar, dokumentacioni provues, të gjithën këtë. Ende ngërçi për votën e Greqisë e cila vion të mos numërohet dhe fakti që është e paformalizuar ende nga KAS vendimarrja e cili bashkët e cila është fuqizuar. Çështje teknike të cilat ai përpiqet të sqarojë në këtë dialog që po bën me gazetarët dhe mediat, megjithëse duket teknikisht i vështirë për të kuptuar. Rëndësi ka që vota e Greqisë në momentin që flasim është e panumëruar dhe nuk ndodhet në tryezat ku po vion procesi i numërimit. Ne kemi pak sekonda publicitet dhe rikthehemi sërish drejt për ta vjuar debatin ton. Të 11 majt u diktuan që të gjitha nga krimi, bandat kriminale të qeverisë ishin aktive në 10 qarqe të Shqipërisë, në 20 bashki të vendit, dhe ato patronuan 30 deputet të mazhorancës kriminale. U sunduan si asnjëherë më parë nga vrasës, serial killer, trafikant, dhunues për dhunues në çdo aspekt. Këto ishin zgjedhjet më të grabitura, më të plaçkitura dhe më të dhunuara në tërë historinë elektorale të Shqipërisë pluraliste. Ju besoj se po i ndiqni numërimit e votave të diasporës, se si ato janë të gjitha me shenjat më të sigurta të falsitetit dhe manipulimit. Libri i zi këtyre zgjedhjeve shkruhet me datën 16 në ora 17 në bulevardin Zogu i Parë për të sensibilizuar
opinionin publik botëror mbi krimet monstruoze të përbindshit elektorale Edi Rama, garantoj se nuk do ketë probleme që të cenojnë në shkallën më të vogël sigurin e dinjitarëve që vinë, por duam që ata ta mësojnë se kanë qenë të ftuar nga një narkodiktator. Ky është fillimi i një betejë cila s'dalet më. Partia Demokratike ka statutin dhe do i përmbahet asaj, po ka disa parime e prore. Dhe në këto parime e prore është vota e lirë shqiptarëve. Kjo parti nis betejën për votë e lirë shqiptarëve. E kemi nisur, është vazhdon betejë. Zgjedhjet më të grabitura, më të pleçkitura dhe më të dhunuara në historinë elektorale të Shqipërisë. Zoti Kulluri, e dëgjua zotin Berisha? Se sota? S'ka asgjë të rregull. Shumë mirë bën. Aq mirë bën. Bravo që aty të prap. Na dy ti majnë opozita, ata 470.000 që shkojnë brava, edhe të rinë qepin gohen gjithë, mos të ndihen fare. Çfarë do të thënë kjo? Dhe unë nuk ju pyeta a bën. Po unë do më qenë moral. Mos do komë sem gazetar komentoj. Atë i thotë, atë e tha vete. Shumë mirë bën dhe nuk du të hapi dorëheqjet. Në asnjë mënyrë. Ai do të nuk ka pranuar që do t'i japi dorëheqjen. Ai thashë se ka një mision tjetër që duhet të denoncoj vjedhjen e votës edhe pleçkitjen elektorale që i ka ndodhur Shqipërisë. Hapi çik Lulin 2021-17. Pse po më thoni që është recidivist dhe po përsërit Lulin? Po jo më ky e mësonte Lulin, tash i doli, shikoj. Një problemi është që në 8 shtator ran maskat. Pra, ra Pinoku, doli Gjepeto vet tani, nuk ka ku shkon më. Dhe po qëndron fort. Pinoku i kusmon si mandat se por ajo e mbaroi misionin e vet, ka dalë Gjepeto. Po nuk ka çfarë lëviz më, se iku i me hund madhe. Tash i kanë ngel sa Pinok vegjël aty dhe ata kërcejnë nga gëzimi. Kaq. Më jepni leximin tuaj për këtë që pretendon zoti Berisha sot. Në fakt, gjatë gjithë muajit elektoral kur bëi fushat, kjo ishte pyetja që drejtonim se mos ndoshta po ndërtonte këtë alibi që ne po e dëgjojmë sot. Por në fakt sot duket se është para detyrimit për ta përdorur këtë sepse nuk ka tjetër. A e ndihmon kjo opozitën sot që flasim? A është kjo të parit vërtetës në sy? Është ende herët se nuk ka përfunduar ajo që quhet numërimi plot për të nxjerrë edhe detajin fundor, sepse thuhet djalli fshihet në mes të detajeve. Dhe nëse do të bësh që ta marrësh kundërshtari oponencialin tënd politik dhe ta argumentosh pse të ka bërë dëmin kaq të madh, duhet të shikosh të gjitha elementet e detajeve që kanë deformuar apo kanë çuar këtë votim masiv në një mënyrë kaq plebiscitare sa që të duket ndonjëherë që ti je në një vend ku me të vërtet duhet të ketë vetëm një parti dhe të mos ketë më pluralizëm, se ky lloj votimi na çon në këtë kanal që ne në fundore duhet kthehemi prap ke një parti, më mirë një parti, në mënyrë që gjithë jeta jonë të ndërtohet e tillë. I gjithë ligjërimi që bën sot zoti Berisha për te faktit të mërzisë së tej skajshme dhe për te faktit të situatës të konstatuar me 1, 2, 3, 4, 5, 100 raste të cilat një pjesë kanë shkuar në polici, një pjesë kanë shkuar në SPAK, një pjesë kanë shkuar ke KQZ-ja, sa janë marrë në konsiderat apo nuk janë marrë. Dhe po të shohim raportin para prakt të OSBE Odirit, i cili në fjalin e parë, në hapjen e parë të rreshtit të parë thot që gara ishte pa barabartë, atëre legjitimon në një farë mënyre mërzitjen e argumentit. Për sa i përket mekanizmave se çfarë do ndodhin për të ruajtur të drejtën që votuesi duhet ta çonin aty ku e mendonin, të drejtën që vota të mos deformohej, të drejtën që qytetarët të kishin zërin e tyre dhe jo zëri i frikës të orientonte drejt votimit. Kjo është e drejtë tashmë e opozitarizmit që të vazhdoj kauzën e tyre për të patur dhe për të kuptuar ku janë në këtë situatë. Se po të shofësh, situata është shumë antikape. Antikape sepse ata nuk kanë më numra në parlament, nuk do bëjnë dot asnjë gjë. Do kthehet tërish tazi parlamenti në një histori banalitete politike,
ku do flasin me libër shtëpie dhe do t'rregojnë historitë nga më të trishtat dhe më... Tu doni të më thoni që do të rikthehet? Patjetër, do të reminiscenca e legislaturës së kaluar. Absolutisht po, dhe të rinj që do jenë duke hyrë me këtë formatin që pam në fushat, atëherë ne do shohim një lloj komunikimi që mund të jetë unikal dhe në botë për mënyrën se si komunikohet në një parlament, ndërkohë që problemi më i madh është që deri më tash të gjithë votuesit janë tërësye vesh për të parë fundin tashmë jo të partive, po të individëve që kanë zgjedhur, se ka dy pesha ky votim. Ka peshën e partive, ka dhe peshën e individëve. Pesha e individëve bën atë që quhet jo më anturazhi, pra ajo formaliteti, po ndoshta do përbëj dhe esencialitetin për të parë. Do vazhdoj opozita të dorëzohet, do vazhdoj opozita të luftoj, apo do ta bëj që luftën ta ketë me mbullim të erës, sepse dhe ajo që quhet në fund të ditës e drejta e votës që është legjitimja për të rrëzuar pushtetin, nuk e rrëzoi pushtetin. Megjithëse ju më thatë që kjo betejë është bërë sepse me aq mandate sa ka nuk do të ketë vlerë simbolikisht në parlament. Po, zoti Kulluri. Pjesa më e madhe e opozitës janë po të njëjtët që kanë dështuar është pak a shumë njëjti grup parlamentar. Sa herë do tentojnë ta bëjnë luftën, s'po e kuptoj. Aq herë sa antarët e tyre të partive, aq herë. Pra sa herë të dështojnë ta bëjnë luftën nga fillimi. Po, sa herë do të thënë sa herë që antarët e partisë së tyre do pranojnë që të përzgjidhen nga këto kandidat, ti e di shumë mirë Vini. Arsyem pse unë dhash dorëheqje. Po, arsyem pse unë dhash dorëheqje nga politika për te arsyeve të mia personale të shëndetit, ishte edhe një kod moral. Unë bashkë me pjesën më të madhe, jo pjesën, po të gjithë deputetët e opozitës e la mandatin. Në momentin që unë kam lënë mandatin, unë nuk kam më kod moral të vitit të kërkoj mandatin ty, sepse kjo quhet si një riciklim i një produkti. Po ka, janë po të njëtë që ka një pjesë më madhe. Pikërisht, pra një nga arsyet është kjo, nëse këtu do kishim një listë komplet të pastruar, dhe do t'ju thuaj me shumë mirë dashësi, ju miqtë e mi, këtë kaos politike do gjithë për arsye se ju neve në dënoj, jo vetëm opozitë. E do gjithë dhe partije prapë. Pra na dënoj e gjithë opinionin. Tani, po këta që nuk frymzuan, pra nuk frymzuan në momentin. Por do fillon betejën. Se ishin të njëjtët, zoti Kulluri po thotë, a është e mundur praktikisht që këta njerëz po të njëjtët përsëritës të bëjnë betejë të reja? Po nuk mund të bësh, pra nga një produkt, si tha ai, në qoftë se pyet në kuzhinë, çfarë kuzhinier ke vënë? Në qoftë se në kuzhinë ke vënë kuzhinier të ndënjurat, dihet çfarë gjellë do gatuhet. Kështu që e njëjta gjë me opozitën thoni ju. Profesor Kume, a kishit në pritshmëri këtë qëndrim që vinte në emër të opozitës nga zoti Berisha? Është qëndrimi përsëritur dihet, është mënyra e vetme, reagimi i vetëm i mundshëm me këtë rezultat. Se sa efekte ka dhe se sa mund pranohet jo nga ne, por nga ata të cilëve më shumë se gjithë të tjerëve ju drejtohet, pra do kam parasysh. Keni fjalën për faktorin ndërkombëtar në këtë rast. Këtë zorë se mund ta nënvizoja me terma pozitive, kështu entuziaste, sepse mos harrojmë para 4-5 ditëve patëm deklaratën e opozitës të doktor Berishës që shkonin të votoni, vota tuaj është me sigur se çdo herë tjetër. Kuptohet apo jo? Natyrisht, patjetër që duhet thënë kjo për të motivuar zgjedhësit, por patjetër, por ama brenda formës së inkurajimit ka edhe, na mbrapa ka edhe pastaj gjithë atë faturën politike të saj që ti je në kushtet, pranon që je në kushtet e ingare që vota, që do të zhvillohet si e tillë që vota është e mbrojtur, pavarësisht se pse e thua. Pra praktikisht pranon garancinë e votës tënde. Është e procesit. Është e vështirë për të zënë vend. Një gjë e tillë është edhe një herë mirë e kuptueshme, por është e vështirë që të zëri vend. Në të tërën, në atë që ka do ndodhi pas këtij procesi zgjedhor, për efektet që pritet të ndodhin pas këtij. Nga ana tjetër, shiko, ne flasim shumë, po unë kam përshtypjen se të dy partitë, Partia Socialiste dhe Partia Demokratike, morën atë që kishin, atë që kanë. S'morën as më pak dhe as më shumë se sa ato që kishin. Njëra është shumë e kënaqur, tjetra është e pakënaqur. Po patjetër është e pakënaqur, po dhe njëra shumë e kënaqur. Sa mori Partia Socialiste? Diku të 700.000.
Dhe më pak se sa në 2021. Dikut e 700.000. Sa mori Partia Demokratike? 450.000. E dini që në 97-ën, PD-ja gati kaq vota ka marrë. Dhe atëherë. Në 2017-ën, 2 kriza, 3 kriza më të rënda to janë. Ajo që i mungoi këtij procesi zgjedhor dhe që në mënyrë saciore e tregon pjesëmarrja në votime e shtetasve që banojnë në Shqipëri, pra votuesve këtu brenda Shqipërisë, është fakti se njerëzit e kanë kundërshtuar, jo janë treguar nuk kanë dashur të shkojnë, po e kanë kundërshtuar këtë sistem bipartijak. I kanë kundërshtuar këto 2 parti politike dhe njerëzit nuk janë këta që vazhdimisht, kurdo që të bëhen zgjedhjet, 400.000 do votojnë në PD-n dhe dikut e 700.000 do votojnë PS-n. Jo. Por të tjerët e kundërshtuan me mos pjesëmarrjen e tyre në të. Ajo që i mungoj, dhe unë e thash në kryetarë ashtu me ju, ajo që mungoj ishte pikërisht fakti që të rinjt, partitë e reja nuk arritën dot që gjithë të grupim të madh njerëz, gjithë të grup të madh njerëz, ata që në fakt bëjnë balancën, o shkojnë te, o shkojnë andeja dhe pushteti fillon televizën, nuk e përdorën dot. Sudikume, megjithatë, a është etike dhe moralshme nga ana jonë nëse ne vëm gishtin e akuzës një herë tek populli dhe një herë tek të rinjt. Dhe nëse flasim për atë që ishte argumenti i vazhdueshëm i elektoratit shqiptar që nuk ka alternativa të reja, ku do ta çojnë votën? Kësa radhë mund ta kish përdornin votën edhe tek të rinjt? Dgjoj, populli në një farë mënyrë. Heterogenitet zgjedhjesh, kësa radhë populli në një farë mënyrë për mua ose në të tërën e tij është sjellur korrekt dhe normal me atë që pritet të sillet. Pse? Një pjesë e popullit, 700.000, nuk hoqën dorë, janë të majtët more, të PS-s, se që ndorë ata. Një pjesë tjetër, 400.000, janë të PD-s, ata do votojnë PD-n, të bëjt qatë bëjt apo. Dhe veçanërisht këtë gjë e siguron udhëheqja e PD-s nga Berisha, e siguron më shumë akoma një gjë të tillë, po kaq ama. Kurse ajo pjesa tjetër nuk është pjesa amorfe. Ajo është pjesa më e zgjuar, do thosha unë. Këta janë konservatorë në veprimin e tyre, ajo është pjesa më e zgjuar që rregullon pastaj pushtetet. Ajo e kundërshton sepse pati se të kush të besonte votën për të bërë ndryshimin. Këtë ju tashin kryet, nuk pati. Nuk vajtën më. Jo abstenuan, jo, kundërshtuan. Abstenimi është një tep formal. Veprimi, arsyeja pse ndodhi kështu nuk shkuan, ishte kundërshtia e tyre. Pyetja është injorimi i sërres që kësaj radhe ekziston. Jo injorimi, nuk gjetën të re. Nuk gjetën të re. Jo, as konfirmim për PS-n, as kundërshti për PD-n në kuptimin e sepse dhe kundërshtuam të dhe shkuam te ky, ata i kundërshtuan të dyja dhe nuk vajtën, sepse nuk gjetën alternativa të këtë rinj. Dhe rikonfirmuan Partinë Socialiste për një mandat. Nuk e rikonfirmuan ata, more. Nuk e rikonfirmuan votuesit e Partisë Socialiste për të qenë në mazhorancë, konfirmuan votuesit e Partisë Demokratike për të qenë në opozit. Kjo pjesë e këtij elektoratit që do thosha unë që është shumë i ndjeshëm, më shumë se sa i cili prevalon më shumë emocioni politik, janë emocion të tjera që e bëjnë të marrë vendime në sjelljen e tij në një proces zgjedhor. Kjo pjesë ishte ajo e cila në fakt, me mosveprimin e saj, me kundërshtinë e saj, pati si produkt të rezultat. Të rezultat që kemi ne. Se që keni një reagim, e keni të pjesa e shifrave. Po e kam të shifrat. Në 2013-ën, Partia Socialiste merr 1.700.000 vota dhe merr 1.710.000. 1.710.000 vota dhe merr 83. Po bashkë me LSI-n. Po bashkë me LSI-n. Bashkë me LSI-n merr 83 mandate. Dhe që në këto 700.000 janë PS, ata që nuk lëvizin, pjesa tjetër janë ato që po themu që munguan. Tani, në 2025-ën kemi 706.000 vota dhe përsëri marrim 83 mandate. Ka në pjesëmarrja PD-s. Pjesëmarrja e PS-s ka, e PD-s. E PD-s ka rënë? Por, se kur me 300.000 vota më pak, ka rënë tjetëri më kesë të tërë. Derisa prodhojmë më shumë mandate dhe formule favorizojnë. Ose ka rënë të dy parit njësoj në pjesëmarrja. Ka rënë të dy parit njësoj dhe pikërisht unë mendoj që
kjo lloj formule, profesori? Që forcon të parin. Formula tonë, që përdorë, mirë, ajo ka efektet dhe saj, ajo që e qonë përsëri nga shimatoria sasiore edhe ke cilësoria rezultat. E para është diferenca e madhe e votave që kanë marrë para me të dytën. Pastaj është edhe efekti i tondë, i ndarjes me pjesusat. Pra mund të konsiderojmë, profesor Kume, të dy faktor. Edhe formulën edhe hendekun e madhe elektoral. Ne jemi në kushtet kur zgjedhjet realizohen dhe nuk mund t'i kritikosh do të fare dhe në qoftë se marrin pjesë 5 veta. Po. 5 veta marrin pjesë, 3 votojnë një kara dhe ai është mazhoranca, 2 votojnë kara tjetër dhe është opozita. Ky është sistemi që kemi ne. Nuk kemi vënë prag që duhet të kalosh mbi kaq përqind që të quhen të vlefshme. Ka vetëm diku në vendet latine janë 2 vende që e kanë këtë prag. Për sa kohë që është kështu, nuk mund të flasim për atë që si e favorizoj formula, apo... Jo, jemi të analogjia logjike në këtë rast, si është ndarë Shqipëria në 12 sepse ne nuk e kemi këtë kriter dhe ju keni të drejtë. Zoti Leza, në leximin që u i bëni qëndrimit që zoti Berisha mbajti ditën e sotme, a kishit pritshmëri të tjera dhe a mund kishte një reagim të ndryshëm zoti Berisha? Një pjesë e mirë e panelit dhe një pjesë e mirë e lexuesve të këtij momenti flasim për një qëndrim recidivist dhe brenda parashikimeve. A ka një mënyrë tjetër të komportuarit Sali Berisha, Partia Demokratike dhe opozita sot për rezultatin që ka marrë? Në raport me rezultatin nuk ka ndonjë mënyrë tjetër, por ndoshta më herët, domethënë përpara se të fillonte fushata elektorale ose përgjatë procesit të ristrukturimit të Partisë Demokratike, mund të kishte masat e tjera të cilat ndërtonin strukturën e Partisë Demokratike apo edhe strukturën që do futej në garën elektorale pak më ndryshe, e cila ndoshta mund të kishte më shumë produkt. Tani ne jemi ende në fushën e supozimeve për një ekip tjetër, për shembull, një ekip pak më të ndryshuar ose me një strukturë pak më ndryshe. Megjithatë, nuk ka asnjë mënyrë tjetër për të reaguar. Për sa kohë ne kemi një rezolutë të Partive Popullore përpara votimeve. Kemi raportin e OSBE-t Hirit, i cili u publikua dje. Kemi një deklaratë të Bashkimit Evropian, Komisionit Evropian sot, i cila e ka marrë motama deklaratën e OSBE-t Hirit dhe e ka absorbuar si të vetën. Do të thotë dhe ku theksohet se qeveria u përfshin në zgjedhje dhe me instrumentat e veta arriti të devijon të garën ose barazin në garë, është krejt normale që edhe Partia Demokratike si me dëmtuara nga kjo lloj gare të dalë dhe të vihet përballë. Megjithatë, po flasim për mos certifikim dhe mos njohur të rezultatit. Ju më përmendët me të drejtë raportin para prag të OSBE-ut dhe një qëndrim të orëve të fundit që vjen nga deklarata e Bashkimit Evropian. Dhe unë po ju kujtoj që motamo deklarata e Bashkimit Evropian thoshte zgjedhje të qeta, të organizuara mirë, pavarësisht disa mangësive. Jo më thatë për praktikisht djalli fshihet në detaj, kështu që lexoni në tekstin e këtyre fjalëve. Ajo është kjo pjesë, plotësisht dakord. E ka thënë shumë sakt. Edhe OSBE-ja kishte këtë gjë. Kjo i dedikohet Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe mënyrës se si ka funksionuar Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ditën e votimit. Fushat e bërë lirisht nga kandidatët pavarësisht kërcënimeve. Por shiko tani, fushata nuk ka vetëm lirinë e individëve për të folur. Ka shumë aspekte të tjera. Dhe një prej aspekteve të fushatës është përdorimi i mjeteve të qeverisë në fushatë. Megjithatë, po ju flas për një zotim zyrtar të Bashkimit Evropian ku pjesa e parë e fjalisë rrezon të dytën. Jo, ata kanë marrë disa aspekte të fushatës zgjedhore dhe disa aspekte janë normal. Se këtu po mos ishin edhe ato aspekte normal, pastaj këtu do të shkonin me pistolet në kutinë e votimit, se ndryshe nuk ja dile dot domethënë. A di çdo thotë të bësh garë? Besoj nuk keni qenë neglizhent, keni parë edhe pistoleta në qendrat e votimit. Po kishte. Edhe të shtëna me armë një ditë para votimit. Në një ditë përpara votimit. Po duhet të keni parasysh një gjë. Po ju pyes në këtë rast, a mund të konsiderohen të qeta dhe të organizuara mirë zgjedhje me standard, ndërkohë që flasim për kërcënim dhe intimidim, përdorim të administratës publike? Po kjo është pjesa tjetër që për cilën ata e kanë theksuar këtë gjë. Përdorimi i administratës publike, përdorimi i qeverisë, i aseteve dhe mekanizmave të qeverisë në fushatë zgjedhore ka prishur balancën e garës. Po kjo nuk risko ka mungesën e certifikimit. Atëherë, më duket ndoshta profesor Kume nëse kam gabim mund të korrigjoj, po në herën e fundit që kam dëgjuar në lidhje me përkufizimin e zgjedhjeve si të drejta dhe të lira, free and fair, e kam dëgjuar në vitin 2001. Dhe prej vitit 2001 që thoshte që domethënë në 2021 u plotësuan pjesërisht ky kriter, nuk e kanë përdorur më në raportet paktën në Shqipëri këtë lloj kriteri.
Edhe dje ja kërkuan gazetarët. 2009 ndoshta kishte një rikthim se 2001 nuk u certifikua. Mbetën të papërdorura mirë kapacitetet për të realizuar standardet. Kjo standardet i përmendën si fjalën standard, për të realizuar standard ose plotësimi standard, por free and fair nuk kanë përmendur më. Ja. Dhe kjo do të thotë që ata kanë hequr dorë nga kjo në paktën në rastin në Shqipëri apo vendin nga Shqipëria, sepse free and fair i bie që vazhdimisht ti thuash zgjedhjeve që nuk janë zgjedhje, se praktikisht nuk bëhen zgjedhjet free and fair, se free and fair e kanë standardin. Standardin e kanë në Hollandë, e kanë në Suedi, e kanë në Gjermani, në Francë, ne natyrisht nuk i bëjmë si ata. Por theksimi është shumë e rëndësishme, albat theksimi i pjesëmarrjes së qeverisë në zgjedhje. E kupton tani, është tjetër gjë të konkurosh me një parti në qeveri dhe tjetër gjë të konkurosh me qeverinë. Asnjë parti në botë, në çfarëdo lloj vendi demokratik, po konkurrojë me qeverinë nuk i fiton dot më. Si fiton dot, se qeveria është qeveri, i ka të gjitha. I ka të gjitha, të mund pa asnjë problem fare domethënë. Duhet të mjaftohen në këtë rast përmendje në deklaratën e Bashkimit Evropian. Edhe një herë. Ju e dini që liderët e BE-s vinë këtë të enjtë në Tiranë, ishte Giorgia Meloni e para që uroi vllajën e saj Edi Rama për këtë fitore historike. Kështu që nëse do të kishte kontesa ndemi, besoj se nuk do të kishte një lloj certifikimi simbolik që vjen me urimet. E aq më tepër marrëdhjen e liderëve në ditën që opozita do të protestojë. Meloni nuk ka respektuar fare etikën e zgjedhjeve në Shqipëri në rastin të paktën në këtë zgjedhje në raportet e saj me zotin Rama. Ajo certifikoi pensionet përgjatë procesit elektoral, ndërkohë që vendimi ishte marrë që para një viti, ose më shumë se para një viti, nga Parlamenti Italian dhe qeveria i certifikoi në kohën e fushatës. Pse bëri këtë? Bëri për të ndihmuar, ndërhyrjen në fushatën elektorale. Giro d'Italia, pavarësisht se është një aktivitet privat, është një aktivitet se cilin nuk mund ta ndaj nga Italia, domethënë nga Italia si Itali, dhe erdhi dhe u fut 2 ditë përpara zgjedhjeve nëpër Shqipëri. Që në fakt edhe pengoi teknikisht procesin zgjedhor në disa zona. Teknikisht procesin zgjedhor, por ndërkohë shërbeu si propagandë dhe si reklam për qeverinë më shumë se sa për Shqipërinë. Edhe etiketa prej vllai nuk flet për korrektesë. Dhe po them që edhe Komisioni Evropian, edhe vetë Komisioni Evropian, me hapjen e kapitujve një javë përpara votimeve, hapi dy kapituj, dy grupe kapitujsh, me rreth 8 kapituj. I japi edhe ajo është përfshirje në fushatën zgjedhore, mbajtja ane. Kurse kjo është data që e kanë vendosur sepse në fakt kjo është rotacion. Domethënë samiti BE Ballkani Perëndimor është me rotacion, është vendosur që para një viti ose më shumë është vendosur që të zhvillohet me rotacion. Si vjet e ka Shqipëria vitin tjetër. Liderët e Komitetit Politik Evropian se radhë do të vinë në Shqipëri, kështu që kjo mund të ishte edhe koincidencë. Por kjo nuk e zbe këtë gjë. Pse të them nuk e zbe? Po nuk e zbe problematika që kishin zgjedhjet, domethënë. Dhe pasojat e këtyre problematikave se do kenë pasoja. Po ta them që do kenë pasoja. Është e njëjta histori me raportet me sjelljen që kishte ambasadori amerikan në Shqipëri këtu me qeverinë dhe raportet e Departamentit Amerikan të Shtetit. Raportet e Departamentit Amerikan të Shtetit ishin të nxjerra për Shqipërinë. BE-Odirit, deklaratat Bashkimit Evropian, të ambasadës Shteteve të Bashkuara, të kësaj gjuhë, të kësaj natyre, të drujnë diplomatike deri diku, duke njohur problemet, por duke relativizuar ato, duke se kemi parë në mënyrë recidiviste dhe përsëritur nga zgjedhje në zgjedhje, por zgjedhjet janë certifikuar. Çfarë pasojë? Kush të tha që janë certifikuar? Nuk janë certifikuar, nuk ka as rrëzim të zgjedhjeve dhe as aprovim as certifikim të zgjedhjeve. Për cilat zgjedhje po flisni? Zotineza, unë po referohem historikut në këtë rast. Jo, këto po them për zgjedhjet e 2025. Jo, unë po referohem historikut dhe po i flas për të kaluarën, po i flas për precedent. A keni parë raporte copy-paste? Që në 2001 po them po që në 2009 lezuar raporti paraprakje ose BE-Odirit dhe qëndrimi i unë nuk e konsideroj pozitiv për zgjedhjet raportin ose BE-Odirit. Bile edhe deklaratën në Komisionet Evropian sot. Nuk e ka ndryshuar situatën asnjëherë me certifikimin e zgjedhjeve në Shqipëri. Nuk e ka ndryshuar situatën, po atyre ne nuk mund t'i themi se pse nuk ka ndryshuar situata, deklarata është e mirë. Deklarata është e keqe. Nëse keni një pritshmëri për arbitrim. Deklarata është e keqe. Në arbitrimi është varet nga gatishmëria e aktorëve politik dhe shtetërorë në Shqipëri për të absorbuar ato çfarë u sugjerojnë politikanët evropianë. Nëse flasim për gatishmërinë e aktorëve, nëse s'ka gatishmëri dhe ata nuk ta sjellin këtë gatishmëri, nuk ta eksportojnë dot. Ata të eksportojnë idenë, mundësinë, kapacitetet, ku diun, asistencën, por ama njerëzit do jemi ne që do i bëjmë këto gjëra. Nëse ne nuk e kemi këtë gatishmëri, ose i zëvendësojmë këtë gatishmëri me instrumenta të tjerë të cilët na mbajnë gjallë në politikë, siç ndodh me Edi Ramën, i cili i ka zëvendësuar këto me propagandë dhe censurë. Nuk ka propagandë kudo. Të gjithë bëjnë propagandën e tyre. Edhe në vende demokratike, qeverit kanë komunikim, normalisht.
Por të kombinosh propaganda me censurën do të thotë është kulmi i censurës. Nuk është më censurë, po është shumë censurë. Sepse edhe të bësh propagandë, edhe mos më lejosh mua të komunikoj realitetin, kjo është shumë e rëndë, është dy fish censurë. Megjithëse propaganda e mbjell censurën automatikisht. Po megjithatë neutralizojnë, nëse këtu ka për shembull media të lira, mundësi për të shprehur lirshëm e ku diun, se këtu është krijuar ideja se vërtet ka liri për të ka mundësi për të shprehur lirshëm, po të them që nuk ka instrumentet e komunikimit sot janë kryesisht rrjetet sociale. Rrjetet sociale, po kjo nuk cënon propagandë që bëhet ndërkohë. Ora mund ta cënojë propagandën dhe këto që themin ne sonte. Por nëse kjo prek qeverinë, unë po të them që ne censurohemi, dhe ne censurohemi në komunikim. Ne nuk i ndalojmë njerëzit të hapin televizionin të ka dyshi sonte, të na dëgjojnë. Por nëse ne duam ta rishpërndajmë këtë që kemi, në atë moment rishpërndarja është instrumenti i qeverisë. Sepse rishpërndarja ndodhet përmes mjeteve sociale, përmes teknologjisë. Teknologjia është në duart e qeverisë. Mirë, po mjaftohemi me lirin që na jep hapësira jonë sonte. Sot i kulluri se ju shoh si të dorëzuar. Jeni dorëzuar nga debati apo jeni të lodhur nga fushata? Jo, mua më pëlqen ky spektakël, shumë i bukur. Cili spektakël? Tani për cilin spektakël e keni fjalën? Se ka disa spektakle që zhvillohen ndërkohë. Për shembull, unë ju pash që po mohonit në kohën që ne po flisim për interferencat që vijnë nga Bashkimi Evropian edhe nga Komiteti, edhe për shkak të ardhjes së liderëve, edhe për shkak të natyrës së urimeve. Pse? Tani, nëse ne themi që Komisioni Evropian është i korruptuar, i Blair, Palme, Tirana, ose janë naiv dhe budallë, dakor, unë s'e them dot. Ose nuk e tham këtë gjë. Po këtu është deduksioni, këtu çon. Jo, deduksioni. Ajo janë të Blair, po ato që janë njanshëm. Të njanshëm ishin. Totalisht të njanshëm. Po nuk i them që janë Blair, ato janë të njanshëm. Ashtu do. Krimi ka motiv. Nuk vret një kot. Nuk e di. Unë nuk mund të them që janë Blair. Por ama kam fakte që janë të njanshëm. Do të them për ato që kam fakte. Ka një motiv. Unë nuk shoh asnjë motiv për çan ata të njanshëm me opozitën, po. Po me qeverinë unë nuk shoh ndonjë motiv për çan. Faqet gjë që ka krim pa motiv. Rregull, e mësova edhe këtë. Iria ka. Edhe krim nuk është ai, domethënë nuk është krim zgjedhor domethënë. Pra gabim pa motiv, gabim bëhet nga partia, nga keqdashja. Ata mbajtën anë. Mbajtën anë, është e qartë fare që kanë mbajtur. Po pra, kanë motiv se më pa argument. Një sekondë, apo është rasti? Nuk e di. Nuk e di. Nuk e di. Mbajtën anë. Mbajtën anë. Me këtë nuk i kanë bërë mirë zgjedhjet. Bile duhet ta kishte futur ose veu të hiri të pjesa dhe ndërhyrën. Zoti Kulluri, ju nuk e konsideroni interferencë. Më kaloni pak tek episodi Meloni? Një sekondë, zonja Meloni. Zonja Meloni është konservatore. Tani na e doli që e ka blerë Sorosi atë. 2 në dorë. 3. U hoq ton grata? Jo. Javës tjetër do ikin në Amerikë. Jo. Po praktikisht është hequr, po nuk është hequr. Nuk është hequr, është në faqen e Departamentit të Shtetit. Zotë Kulluri, çfarë vlere ka nën? Erdhi Civitasi, do ta shkatrojë Tirana. Çfarë vlere ka nën grata Socialasi? Jo, kam vlerë gënjeshtra të këtyre. Dhe fakti që ai fillon gënjen prap. Dhe këtyre poshtë u pëlqen prap. Mua kjo më pëlqen, nuk jam dëshpëruar. Unë jam i lumtur që Saliu me këta poshtë janë të gëzuar të dy palët. Ky që gënjen ata që kanë qep gënjen. Në PD Kafes janë të lumtur të fillojnë edhe një herë. Revolucioni fillon shtator, do dalë prapë unë të Ylli Rakipi, do shkoj prapë 1 milion YouTube ajo, lufta fillon shtator, më falë, me që respekt për emisionin tënë, sa ti e bët galat, nuk bëhet emision, me të fillon galatë prapë. Unë s'kam po tjetë që galatu për prapë, se s'kam që për ti. Me këta forë seriosisht, nuk marrë seriosisht. Hyrë në garën parti, nuk bëndot. Dili në krah rival, prapë nuk funksionon. Folu me qeshur, prapë s'prajnë vesh. S'kuptojnë më kaq. Do shta duhet kishit bërë video si Zeqineja? Kush? Zeqineja në fjerë. Ka i problem bërshë. Se me që më këtë Zeqineja, mi Zeqineja 2 muaj, por gazi ku ishte që u fshet Zeqines. Në kupton ti numri 2 i partisë ka frika Zeqineja ikës i lepur. Edhe ti prisi rezultat tjetër. Po pse nuk e vlerësoni ju në këtë rast numrin 2 të partisë që nuk bie në kurthin e Zeqinejës? Po ku ishte mos e pash as i vend. S'doli debat, thani gjë. Nuk po e shoh këto 2 ditë. Sa ka dalë fjerë, ma kujto pak? Mund të ta kujtoj. Sa? 12 me 4. Dhe për të fajin e ka Meloni. Për të fajin e ka Sorosi. A mos është ky relativizim dhe banalizim i gjithë skemës elektorale në Shqipëri? Nga ana ime? Nga ana juaj, se ju po flisni. Apo nga ana ati? Kjo është black humor. Kjo është humorizi. Po kjo është shumë bardhëzi për kompleksitetin e situatës para elektorale dhe post elektorale në Shqipëri. Jo, Napoleon Bonaparte ka thënë fjalë. Kjo është shprehje madhështore. Kur nuk e shmang dot për dunimin, shijoje. Këtyre u pëlqen, nuk është punë se nuk e shmangin dot. E ka qef në gjithë palët. U pëlqen ma, është bërë vesë. Ju po thoni edhe diçka tjetër që këta nuk kanë punuar për ta shmangur. Ju ma jo pëlqen ma, nuk është problemi. Ka shtruar rrugën. Ore ke duan më edhe kur nuk do Berisha ti përdunoj, ata kanë qef, shkoj kërcen aty. Ai nuk e do, ta kërcen pra, do na bërë deputetës ka. Gjysma të fshiu ka. Ky tjetri bën tjetër gjë.
Ore, në Vlorë, gati sa se harrarë kandidat e PS-s në disë me një tjetër. Dhe vazhdoj rrinë aty. Të PS-s, tjetër më hapet ata. Do me të gjiknoni me të tjetër. Se Vlora juaj ka shkuar 9-3. U bë Barcalet, rrjeshin e zjeshin, Rama qeshte nga Lungamarja, dhe ta vazhdonin prapë. Po rezultatin e dini? Po që të cikë Rama, po Karagjoza me mes Vlorës, nuk është më betje në Vlorë tavolina, si shashi me liber shpije këta dy. U shkatror fushata PS-s në i kuptim, sepse këtë talet, futin listë mbyllur një gocë që e mori nga PD, që se dinë ku ishe zhyra PS-s, futi ca anonim tjerë, dhe tale me këta e to që griu një vrijet ju si qëndu tani, që të bëjnë deputet. Dhe ky qesh. Ky tjetër e thuve valën e ti këta kërcen, dhe këtu e në gjithë lumpër. Do shta mund të qeshin letësirë derisa rezultati që kemi në duar është ky që kemi tani, Zoja Male? Strategjia që bëri Zoti Rama, puti në kurth për mua edhe Partinë Demokratike. Do të thotë, dy momente kanë qenë momente kulmore për te faktit të fillimit të fushatës. Në moment, para se të ndiheshin motorët e fushatës, u bën zgjedhjet brenda partive dhe u bën ato që u quajtën projeksionet kush do ishin deputet të listës së mbyllur dhe ata të hapur. Po ta shikosh në logjikën që përdori Zoti Rama, ka qenë logjika që në listën e mbyllur ishin pothuajse pisa më e madhe të gjithë ministre gra. Dhe këto ministret kanë nga një institucion me një shumatore të projekcionit të administratës publike me një numër shumë të madh, një numër i cili të realizon që në kryeterës pra ti shkon me një shport me vota, sepse këto ushtrojnë atë në një farë mënyre presionin e pozicionit që kanë, plus që disa ministri ishën dhe mega ministrit cilat luanin një rol të jashtëzakonshëm. Që në fakt e treguan edhe me votë, që u flasim për votën preferenciale individuale. Po, u tregua edhe me votën preferenciale, do ta lexojmë. Pra që ka punuar institucioni për ata. Eksponenti Gonxhe është rasti më i thjeshtë dhe ekspozimi më i mirë. Sepse nuk e do populli Gonxhe ka shumë se vendushim të punë. Sepse se mendon që Gonxha ka përdorur institucionin. Unë them që ka popularitet lart. Edhe unë ashtu them si ty, sepse ne të dy jeni prapë te humori i ziut. Po çfarë thua ashtu? Gonxhen e jam që ka Aleanca Demokratike. Po jam personalisht unë kam mikë s'ka edhe unë. Besoj se rreth 7.000 vota ja kanë dhënë superministri dhe drejtori. Ajo është për të parë dhe për të diskutuar dhe për të analizuar. Ndërkohë, unë dua të shpjegoj fenomenin jo individit, se individi do dali gjatë analizës, se jemi ende shpejt. Individi ishte vetëm shembull ekspozimi për fenomenin. Duhet kuptojmë një gjë që sigurisht që këta të gjithë individët që drejtonin fushatat, pra që ishin drejtues të qarqeve, natyrisht do marrin vota më shumë, sepse janë drejtuesit politik të qarqeve. E dyta, ai futi në garë, Zoti Rama, të gjithë atë që quhet kasta e vjetër për të punuar derë me socialistë. Pa që pa kënaqësia të kthejnë votë. Bravo, pa kënaqësia të kthejnë votë. Të njëjtën gjë bëri dhe Partia Demokratike si ishte. Po problemi ishte që nuk ishte as administrat. Jo, bëri të kundën, ta 10 vjet i mbajti sigurt me kohër punë dhe këta të rinj të bëjnë somash. As administrat absolutisht asgjë. Dhe kjo lloj skeme ku nga një strateg e parë në drejtim kapilar, sepse pushteti e tha shumë mirë Zoti Nezaj, i ka në dorë të gjitha databazën. E ka nga A-ja KZ-ja, di problematikën, di shqetësimin, di rezultatin, di psikologjinë ati vëndi, di çfarë mund t'i japi, di gjëra të tilla që ti kur e shikon që ai thot dhe del dhe unë do ta hedh prodhimin dhe andej këtej dhe pastaj voton 99.9%, pra tregon që këtu nuk kemi të bëjmë me një qartje mentale, nuk kemi të bëjmë as me një gjendje amoku, që shqiptarët i ka kapur amoku dhe tani po vrapojnë mbas leadershipet. Jo, këtu kemi me një votë pragmatiste të atyre njerëzve që në fund të ditës thonë, në pragmatizmin tim kanë konceptin shqiptarët carpe diem, kape të sotmen, dhe nuk harojnë që problemi më i madh i vendit tonë është basti me kohën. Atëherë ky është ai amorfizimi i studiuar për cilin flisni. Pikërisht, dhe kjo pëson të gjithë atë deformacionin dhe harta kthehet si një ameb ku merr format e ngjyrave sipas asaj që ti i jep
ofertë kërkesën dhe sipas asaj që qytetari, pra, diku në Lushnjë jep një tjetër gjë, diku në Mallakastër jep një tjetër gjë, diku në Tepelen jep një tjetër gjë, diku në Kuç çon një tjetër gjë, diku në pjesën veriore dërgon një tjetër gjë dhe megjithë që ti e shikon që rezistenca është shumë e fortë, atëherë kur nuk arrin dot që ta realizosh objektin, sepse i ke marrë indiciot, fillon intimidimi. Intimidimi është pjesa e komunikimit që brenda ti ke informacion, po ndërkohë ke edhe frikë se kjo lloj popullate mund të ta humbi pritshmërinë tënde. Sudikume, ndërkohë para këtyre mandateve dhe përkthyera në këto shifra për cilat ne po flasim sonte, të cilat Partia Demokratike i quan vjedhje, abuzime dhe plaçkitje, të premten liderët e Komitetit Politik Evropian priten me protest. A është kjo zgjidhja më ideale dhe në fakt është hera e dytë që ndodh si iniciativë opozitës? Po që se do shikosh në planin e veprimit post-elektoral të subjekteve politike dhe në këtë rast në pjesë më të mirë të opozitës, ky është një reagim i pritshëm dhe i pranueshëm si ti. Apo humba në një farë mënyrë, sidomos tek ne, duke patur parasysh kulturën tonë, që ka si kryefjalë të saj mos pranimin e rezultatit të zgjedhjeve, që ka si sjellje kryesore faktin që pasi e humbas një proces zgjedhor mos të shoh tek vetja, po të shoh tek të tjerët, pra të gjej të keqen tek të tjerët të brenda, tek të tjerët jashtë, është tjetër gjë pastaj. Por për mua ajo që ja vlen që të bëhet dhe që unë do të thoshja se dhe do të dëshiroja që të bëj nga pjesa humbse, por edhe nga pjesa fituese, edhe nga mazhoranca, sepse sado të ta gëzosh pushtetit dikur pastaj të bën gjëmën, është ka të bëjë me faktin se duhet të analizosh mirë si u solli, çfarë bëre dhe pse arrite këtu. Marrim vetëm një aspekt fare të thjeshtë, listat e kandidatëve si u bën. U fillua së prapti e gjitha që me vendimin që morën, duke u referuar hapjes listave, ku të kemi një pjesë të listës ashtu të fiksuar dhe pjesën tjetër pastaj në garë. Që këtu u dha sinjalin nga dy partitë kryesore politike që po veprojnë në funksion të interesit personal. Dhe interes personal kam, parasysh jo interesin e partisë vetëm, të partisë, po interesin personal e drejtuesit dhe anturazhit të tij. Ishin shumë të lidershipeve. Megjithatë, profesor Kume, të dyja ndoqën në mënyrë rrugë të ndryshme, formulat ishin rrugë të ndryshme. Nga këto dy rrugë. Rruga që ndoqi Partia Socialiste ishte rrugë inteligjente për mua, rrugë e zgjuar. Si ta bëj që të maksimizoj, të marr sa më shumë vota. Sepse dihet ka disa sejmen që e kanë të sigurt vendin, ka dhe të tjerë argat që do punojnë për të mbledhur vota për këta sejmenet. Kush mbledh më shumë vota, më mirë, u gjykua nga drejtuesi i Partisë Socialiste, ata që njifen, ata që dihet se çfarë. Të vjetrit ka libret e lashta politike të Partisë Socialiste që edhe ndodhi. Kurse në krahun tjetër, vazhdoj të qëndroj dhe tjetë vendimarrës, fakti që gjithçka do bëhet në funksion të interesit personal. Nuk ka rëndësi gara, nuk ka rëndësi se ku do vdemi, do jemi në opozita, apo do jemi në rëndësi ka do jemi në sallën e parlamentit. Ndaj, hajde të ndërtojmë një listë të mbyllur ku t'jemi ne të gjithë, apo e kemi të sigurt, plotësojmë të listë pasaj me si që do ligjit ashtë s'kem që po na prunojnë vot ta mirë, let na i bëjnë në një vot. Puna është të jemi të sigurdet. Kjo gjë, mos harrojmë që ndikoj të elektorati, nuk ndikoj fare të këta 400.000 zgjedhës që votojnë PD, nuk ndikoj, vajtëm, prapa ta e votuan, sa ta votojnë siglën, votojnë kryetarin e partisë. Po i konsiderojnë të target grupet pa lëvizshme. Por ndikoj shumë të këta tjerë që nuk vajtë fare. Ku do vete thot? Për këtë do votoj thot? Kush do di? Nuk vajtë fare. Ashtu sikur se ta gjesh pas kësaja, të keqen e kësaj që ndodhi, tek mënyra se si u angazhuan në një proces, një ministër, një ministreshe, ku din se çfarë është varfëri për mua. Pse? Ore dihet që kush do që tjetë në mazhorancë. Pa tjetër që do të fusin në loj, a kjo është një garë që përplasën subjektet me njëri tjetër. Do fusin në loj ata që kanë mundësi të sjellin më shumë. Shumë mirë që futën këto dhe të paktën, nuk e dim, ose s'ka gjithashti prova, për atë që nuk futën të fortët, ata të parës madhe,
Nuk është të nderi të ashit paktën. Nuk e di basë do të ketë edhe prova për të gjë. Pa të futësh të fortë e administratës mirë bëre që e futë. Prandaj e në mazhorancë, si thanë e za. Mazhoranca gjithmonë është një hap përpara në procesin zgjedhor, sepse ka gjitha. Ta mbaroj fjalinë. Ta mbaroj fjalinë. Por abuzimi me këtë, dhe kjo është shumë e rëndësishme që duhet thënë, dhe kjo është fenomeni i cili është atakuar shumë rënd edhe nga misioni, në raportin e misionit të ose Beodirit ose të parlamentit. Abuzimi me këtë mundësi që t'je pushteti, dhe që praktikisht ka ndodhur përsa kohë që është bërë pjesë e raportit, e gjetje në raportin para prake, e bëshguzve tuaj, është i papranueshëm, është duke qenë si tillë, duke konsumuar si tillë, ai deformon pastaja, deformon goxha vetë rezultatin e procesit, vetë mundësitë që procesi të zhvillohet. Profesor Kumen, nëse ka abuzivitet, a ka proporcionalitet në atë rast me përdorim? Skandalet e qeverisë, si ka mundësi nuk ndikojnë te vota PS-s? Sepse ka i problem kjo parti me ka ndikuar, ka ndikuar profesor Kumen. A kanë ruajtur statukuon e votës? Kanë ndikuar tek ata 200 ca mijë zgjedhës që kundërshtuan të marrin pjesë në procesin zgjedhor. Ata 200 ca mijë zgjedhës të cilët kontribuojnë që ata të vazhdojnë mbajtjen e pushtetit. Jo, nuk vajtë, kundërshtuan morën dhe ndoshta do merrte më shumë. Kundërshtuan profesor kanë ndihmuar qëndrimin e tyre në pushtet. Kanë ndihmuar duke u nisur, po si mund të reagojnë ndryshe? Praktikisht kanë ndodhur. Si mund të reagojnë ndryshe? Duke votuar të rinjta nuk ishte një mënyrë? Po pra nuk vajte se s'dini për këtë votoni, s'kishin alternativën për të votoni, e kam thënë në mënyrë të përsëritur këtu. Jo, mbeti, jo nuk e mbajten, mbeti. Dhe natyrisht, pra shikoj, jo, në këtë proces zgjedhor, për mua duhet lexuar ndryshe mos pjesëmarrja në votime. Nuk duhet lexuar si mundësi që ju dha, pastaj indiferencë dhe mundësi që ju dha dy partive kryesore ose mazhorancës kryesisht më tepër, që të merrte, por të lexohet si reagimi i kësaj shoqërie ndaj kësaj situate me të cilën është përballë dhe duke ecur. Që do të thotë, ne me domosdo kemi nevojë që pas saja të gjithë së bashku të shkojmë se çfarë duhet bëjmë për ta ndryshuar këtë gjë. Nuk ju thatë këtu që janë odiri, që do të certifikojnë zgjedhjet. Or nuk janë ata që certifikojnë zgjedhjet, mos i ngatrojmë gjërat. Nuk janë ata çertifikues të zgjedhjeve. Ata janë vetëm vëzhgues dhe vlerësues të sa dhe si plotësojnë standardet, vetëm kaq. Për certifikimin simbolik që na vjen jashtë. Po ta mbaroj. Ne i marrim si kredibilitet e këto zëra. Ta mbaroj këtë gjë. Formalisht nuk certifikojnë zgjedhje. Zgjedhjet certifikon Iliran Celibashi para Komisionit Qendror i Zgjedhjeve, ai i certifikon. Por ndërkombëtarët kanë një gjë shumë të madhe pasaj për të bërë dhe kanë mundësira për ta bërë sepse e kanë bërë këtu tek ne apo jo. Që duke ju referuar gjetjeve të tyre, jo ato çfarë do thotë opozita nesër në miting ose çfarë do themi ne nëpër televizione, nëpër banaqe ndryshme televizive. Jo, por çfarë ka parë vetë me sytë e saj apo jo, dhe nuk janë pak ato që ka parë, që nuk kanë ecur në plotësim dhe sipas kërkesave të standardeve demokratike, që kanë qenë përdorime të skajshme të mundësive jashtë ligjore, jashtë mundësive që parashikon ligji. Vetëm duke u mbështetur në atë që ajo ka parë këtu, të bëj atë që ka bërë dhe herë të tjera. Ore, ju kujtohet se si kushtëzoheshim neve për të hapur proceset të ndryshme të parafrimit me familjen europiane? Të bëhen zgjedhje të lira dhe të ndershme, apo jo? Mari mëndë Bundestagu të konstituohet gjykata kushtetuese, të bëhet kjo, të bëhet atere. Në qoftë se vlerësojnë ndërkombëtarët dhe mbajnë qëndrim, për mua, mbajnë qëndrim produktiv ndaj asaj që deklarojnë vetë. Unë pres që ata të sillen kështu nesër me mazhorancën, pra të vendosin kushte ndaj mazhorancës dhe jo tjetë gjithçka zgjedhjet u bën, të vendosin kushte të cilat të detyrojnë për atë që të duket që në një shoqëri tjetër që është ndryshe sa kjo tona e tepruar ndërhyrjen në punë të brendshme të vetë shoqërisë. Është e mundshme kjo dhe unë pres të bëhet. Në të kundërtën, në qoftë se nuk veprohet kështu, atëherë lexojnë raportin e ose Beodirit,
të 2025-ës, lexoni atë 2021-shit, të 2023-shit dhe i keni njësoj identike me njëra tjetër. Na ju thash cilat është vlera, profesor Kumen. Shumë më mirë 2023 edhe në raport me 2021-shin. Sidoqoftë, fenomene me të cilat janë përballur, janë pothuajse të njëjta. Pothuajse të ngjashme. Është thënë, shiko, fjalia e parë që përdorën, pardia kur që djeg, ishte zgjedhjet ishin konkurruese, apo jo. Dhe menjëherë majoranca e përdori këtë gjë, zgjedhjet u vlerësuan si konkurruese, domethënë e tjera. Zgjedhjet konkurruese janë thënë edhe në 2005-ën, zgjedhjet konkurruese. Gjithmonë po morën pjesë më shumë se dy parti, konkurruese janë domethënë. Për mua ky është niveli njerëzve në fushë, lojtarëve në fushë. Nuk gjykon çka ka ndodhur aty domethënë të fushë. Raporti i sotëm ose raporti që do të metohet në shtator. Sepse ka një raport final? Të mos mbetet si një dokument që do të shtohet radhës raporteve të OSBE-ODIR-it, që i bie 13 e 14 këtu tek ne, por të jetë si dokument i cili të nxjisë veprimin e tyre pastaj. Veprimi i cili ka specifika nga veprimet e këtyre aktorëve në vende të tjera, sepse proceset zgjedhore tek ne po kanë specifika vërtet shumë ndryshe se sa tjera. Të shohim nëse do të ketë reagim një element para publicitetit. Bani mend që në vitin 2021 që raporti OSBE-ODIR thoshte mbyllni listat, kështu si bën? Jo. Këta bën ngritën që komisionin, prishin një konsensus, vetëm mbyllni listat për vete. Që ti thua të mblidhen palë, cilit palë? Këta raport do të marrin një grisin dhe bëjnë me kodicizator çfarë do qefi këtyre për testet të. Po, është tamam kështu, prandaj po them, është e nevojshme, jo vetëm të dorëzojnë raportin. Jo të dorëzojnë raportin radhës, jo të dorëzojnë raportin e radhës, por të nxitin dhe të përdorin instrumenta që të detyrojnë që ne të veprojmë në funksion të kësaj që thonë ata. Sërish detyrimi për të vepruar. Nuk duam, nuk duam. Kush? Ne, apo ata? Ne, jo ata. Ne s'duam, po detyrohemi, duhet të detyrohemi. Në të kundërtën, pra ne funksionojmë vetëm nëse detyrohemi, thot profesor Kumen, ne kemi pak sekonda publicitet, një ndërhyrje të fundit para publicitetit. Proporcionali rajonal që kemi ne, në fakt, pavarësisht se ka prodhuar zgjedhje të mira, ka raste që ka prodhuar zgjedhje të mira, të pranueshme, nuk funksionon sepse është qarqet tona janë të vogla. Proporcionali rajonal është për qarqe të mëdha, domethënë ku pluralizmi funksionon më mirë. Në qarqe të vogla demokracia nuk mund të funksionojë përmes të ligjit në masën e duhur në të pritshme. Në fakt izolon shumë lloj votash dhe jep përparësi vetëm një vote. Ky është problemi. Edhe çfarë pastaj? Po duhet ndryshojë. Nuk e ndryshojnë dy partitë e mëdha. Kjo është sepse nuk ka bërë shumë luftë. Ka pasi diskutim për të kaluar në katër qarqe praktikisht. Shumë luftë po. Edhe propozuar Roma në kuvend dhe këtë shkruajtur. Ka pas diskutim për mbyll listat pa vendim. Sa profesor Kumen është i qartë thotë që ne i bëjmë gjërat vetëm me detyrim dhe jo me duan ata. Dhe ka mundësi që të bëjmë ndryshime. Bile unë do prisja që kjo të shkruaj në raport, të shkruaj dërkur në raport në, se thonë këta që ne nuk merrem me sistemin, është janë punë të brendshme, është shkruajtur në raport, në rekomandime, nuk e kanë parasysh se cili proces ka qenë, ku thuaj, jo, më përpara, ku thuaj, të trajtojë mundësia për ndryshime në sistemin zgjedhor. Është shkruajtur në rekomandimet. Jam çuditur kur ka shkuar, po ishte e kohës. Në fakt ju thoni ka pritshmëri që të ndodhen ndryshime. Jo, ndodhi, po u bë më keq. Është tjetër puna ajo. Nuk ndodhi, u bë më keq. Nuk u kuptua ajo që po bëj. Partive të bashkë u intereson kjo. Nuk intereson që ta bëjnë këtë gjë. Por ama për ta zënë PD-n është duke ndëshkuar hap pas hapi. Vit pas viti është duke ndëshkuar sepse është duke bërë gjithnjë më të vogël edhe për të shkak. PD-ja nuk po arrin ta kuptoj, do të them, jo, nuk jam se s'po arrin ta kuptoj PD-ja. S'po arrin ta kuptoj njerëzit që janë të PD-ja. Ata s'po arrin ta kuptojnë, sepse janë shumë komod. Janë shumë komod me atë. Por nuk janë shumë komod, pra. Nuk duan apo se kuptojnë, para detyrimit vetëm e shohim si opsionin e fundit. Ne kemi pak sekonda shkëputje publicitare dhe rikthehemi për pjesën e tretë dhe minutat e fundit të kësaj transmetimi edhe për sonte. I rikthehemi transmetimit të drejtë për drejtë dhe për mbrëmjen e sondme, jemi për pak minutat fundit. Profesor Kume, po e rinis me ju. Çfarë pas këtij momenti? Çfarë keni pritshmëri që të ndodhë me këtë çimentim të rezultatit, me këtë dëshpërim të opozitës, por edhe me këtë dështim që po e pranojnë praktikisht edhe vetë të rinë që nuk e dolën të bëjmë bashkë? Se çfarë mund të bëj majoranca me këtë fuqi të madhe që ka fuqi që ndryshon kode, të the 4 vota se ka problem fare për të bërë të tilla, unë nuk di ta them.
Jo pse mazhoranca akoma se ka thënë se çfarë do të bëj për ne, përveç atij, po ajo është shumë e përgjithshme që do bëjmë gjithçka që në 2029 dhe pastaj të jemi tek BE-ja. Pra jo vetëm se ka thënë, por edhe kur e ka thënë, nuk e ka mbajtur fjalën. Kujtoj në 2021-shin, është deklaruar zoti Rama se ne do të fillojmë një reformë të thellë kushtetuese për të bërë ndryshime të thella në sistem zero. Pra, unë nuk mund të them dot se çfarë do të bëjnë. Mund të them se çfarë do doja unë që të bëj. Dhe ajo që do doja unë që të bëj është pikërisht kjo, reforma e thellë në sistem, duke filluar që nga Kushtetuta e Republikës dhe deri tek ligjet më të rëndësishme kryesore që rregullojnë funksionimin e demokracisë përfaqësuese ose të drejtë për drejtë, siç është ligji për referendumit, ligji për partitë politike e kështu me radhë. A ka mundësi, a ka shanse që të bëhen këto, se për të bërë nuk mjafton që të prodhosh, se kemi prodhuar. Shoqëria civile dhe të tjerë kanë prodhuar sa duash, letra janë në propozime janë në kuvend, po duhet vullnet. Kam një lloj ndjesie se jemi në kushtet kur ai që merr vendimin e hap ose e mbyll këtë gjë, dhe që është një fatkeqësisht apo ja, për një sistem demokratik që është kështu, kësaj radhe do të jetë më gentil, më i hapur me të tilla iniciativa, sepse unë nuk besoj që të ketë që edhe pas do me mandatin e 50 ai në krye të gjithë gjës. Apo ja. Pra po flisi për një lloj tendence dhe tolerance për pushtetësim. Bashkëpunimi në përgatitje të asaj që do të ndodhi pas përfundimit të këtij mandati. Bashkëpunim për të realizuar ngrehjen legjislative. Por ama çdo diskutim bëhet me ezaurimin e mandatit të katërt, pra post. Efektet e asaj që unë pres të bëjmë, për shembull, nëse bëjmë dakord me mazhorancën, po bëjmë dakord me zotin Rama që Kuvendi i Shqipërisë të miratojë ligji për referendumet. Ligji për referendumet, efektet e tij do të ketë pastaj pas kësaj më tepër se sa. Vale, ke informacion për dëshirat? Dëshira thash more. Jo, thash dëshira. Çfarë do doja unë që të ndodhte? Absolutisht. Apo mbase do ndodhi kështu. Do tentojmë t'ja kërkojmë. Apo zotit Rama këtë lloj bashkëpunimi. Që bashkëpunim jo për të thënë që punuam bashk, po bashkëpunim që prodhuam bashk. Dhe ky prodhim tjetë, ai ndryshimi dur në ngrehjen totale legjislative të vendit, siç e thash duke filluar që nga kushtetuta për ta përgatitur këtë vend për 30-40 vjet të ardhshëm. Kjo është ajo që presun, do doja unë të ndodhte. Ka marrë urimet nga kryeministri britanik, kryeministri spanjoll Volodymyr Zelensky, dhe ndërkohë ka një fest ditën e nesërme, unë po e lexoj njoftimin që është bërë, thot urimet më të mira për të gjithë ju për të rezultat historik në zgjedhjet e 11 majit që na mbush të gjithëve me krenari. Dua t'ju njoftoj që nesër në orën 18 në sheshin Skënderbej do të zhvillohet një takim me mbështetësit tanë ku kryeministri Edi Rama do të mbaj fjalën e falënderimit për rezultatin e jashtëzakonshëm në këto zgjedhje. Ju lutem të organizohemi me strukturat, mbështetësit dhe familjet tona që të jemi të gjithë bashkë. Ky ka qenë mesazhi shpërndar për kandidatët në mbrëmjen e sotme, pra nesër kemi fest në sheshin Skënderbej. Zoja Malej? Shumë mirë, ata që kanë fituar kanë të drejtën dhe të festojnë. Ata që kanë humbur kanë të drejtën të shohin se ku kanë gabuar, të rishikojnë standardin, të bëjnë analizën, të bëjnë të gjithë llojet e formave të mundësisë për të sjellur, si thuash, në vlerën reale të shoqërisë demokratike. Por edhe festa, edhe protesta kanë brenda trishtimin. Trishtimin e 34 viteve që ne nuk arritëm do të dalim nga ky tunel. Ne, fatkeqësisht, kemi përpara një pasqyrë. Sa do dhe si do që të jetë pasqyra, mund të jetë konkave ose konvekse, do të thotë që ti mund të shohësh nga lartë apo mund të shohësh nga afër, ti nuk guxon ta thyesh pasqyrën, se pasqyra të tregon të vërtetën. Dhe vërteta është që për te gjithçkaje që ne mund të bëjmë, realiteti nuk është ai çfarë do donim të ishte. Për këtë është e trishtuar si në aspektin e një shteti demokratik dhe në aspektin e deformacionit të votës, se më kujtohet në 2023 LSI-ja mori 100.000 vota dhe mori vetëm 4 deputet. Pra nëse ky sistem do vazhdoj të deformoj votën, dikujt i japi më shumë në
aspektin sosial, në drejtim të përfaqësimit, në mënyrë që të realizoj atë balancën midis bërjes së gjërave të mira, atëherë ne nuk do bëjmë gjë tjetër, vetëm se do krijojmë modelin e kaosit. Dhe modeli kaosit do të thotë një diktaturë më e madhe, ca rregulla loje të pambajtura, ca ligje që nuk zbatohen mirë, ca platforma që nuk mund të realizohen dhe në fund mund të shkojmë edhe në projeksionin e dëgjuar që mundet të ndryshohet kushtetusa dhe mbas ndryshimit të kustetutës Republika të kthehet republikë presidenciale dhe atëherë neve mund të ndryshojmë të gjithë qansjen e formatit ton politik dhe mekanizmave në kuadër dhe të vlerave që mund të jepet figurës së presidentit dhe gjithçka tjetër. Asgjë nuk është e pamundur, gjithçka në këtë situatë është e mundur, ne duhet kuptojmë vetëm një gjë. Në fund fare të gjithë ne, në radhë të parë ata që merren me politikë, në radhë të dytë ata që zgjedhin politikën, në radhë të tretë ata që ishin indiferent, në radhë të katërt ata që nuk votuan, po që abandonuan votën si rezultati i revoltës, kemi një analizë që quhet analiza e kodit të moralit. Dhe problemin më të madh të gjithë ne nuk e kemi me njëri tjetrin, po e kemi me kohën. Kush na e paguan kohën tonë në këtë 34 vite tranzicion, kush na e paguan kohën tonë që në ëndrrën tonë ne kur nuk realizojmë ëndrrën, na kthehet nga ëndër në zgjëndër, do të thotë një gjë e pamundur, dhe cili është ai pushtetar dhe ai qytetar që mund të ari që të projektoj një projekcion të tillë ku realiteti nga shfaqja dhe nga virtualja janë gjëra komplet të ndryshme. Zoja Malej, ata që e braktisën ju e quajtët një votë revolte. Megjithatë, a mund të quajmë një revolte dështuar? Jo, unë nuk e quaj. Revolta nuk prodhoi ndryshimin, por prodhoi rikonfirmimin. Pikërisht, ajo nuk është votë revolte. Ata e konceptuan si votë revolte. Po unë nuk e quaj. Unë nuk e quaj votë revolte, unë e quaj ishte një keqje e madhe që nuk do të realizonim këtë deformacion demokratik në zgjedhje pluripartiake, ku në fakt nuk kemi pluriparti, kemi orientimin drejt një partie, me një anturazh të vogël, me një opozitë e cila është e brisht në këtë moment dhe e goditur në brez dhe e marrë në një farë mënyrë peng nga partia në pushtet dhe me gjithë anturazhin e ri që po tenton të hyjë, por që ka një problem shumë të madh në aspektin psikosocial dhe në aspektin e gjenezës, se kur hyn dhe kur del nga veza që në gjenezë do ndehesh i deformuar, deformacionin do rritet në shkallë progresiste dhe kjo do të krijoj pasaj të gjithë keq formimin dhe të gjithë mungesën e dialogut. Prandaj është shumë e rëndësishme që reflektimi nuk duhet të jetë vetëm nga opozita, po unë mendoj që reflektimi duhet të jetë nga pozita. Dhe pozita jam e bindur që në këtë moment është në një situatë abitore se dhe vetë nuk e ka besuar që ka fituar kaq shumë. Ajo duhet kuptoj se mbas çdo pushteti absolut kë është momenti kujdes, rrezik, rrëshqitje. Sepse të gjitha përgjegjësitë i merr ti dhe pastaj askush nuk të falë më se ti ke mbyllur momentet e asaj që quhet kanal komunikimi. Jo, nuk I ka patur absolute. Unë ky është një vend ku marrja e përgjegjësive nuk ka pasur zakonisht adresë. E di, por në këtë moment mendoj që jemi në një qasje tjetër, se nëse neve themi që mbas 2 ditësh presim, bëjmë një samit të madh si radhë që na ka ardhur për të bërë pjesë e familjes europiane, unë nuk besoj që Europa të do këtë lloj modeli, se atëherë do të ishte një format I çformatuar, I organizuar në emër jo të politikës, po të pushtetit. Nëse nuk do ta nderonte, ndoshta do ta kontestonte ose minimalisht do të tregonte, por Europa po uron son. Po urimin absolutisht, gjua diplomatike është shumë interesante. Apo formaliteti do duhet të zërvend se zbë. Formaliteti institucional është I merituar, sepse në rastin konkret jemi në një situatë që duhet bravo, duhet të urohet. Duhet të urohet dhe bota elegante e të gjithë atyre kulisave që quhet diplomatike, asnjëherë nuk ta thotë që ua zonjë sa keq e veshur, ata thonë ua ju jeni shumë zonjë, por dhe mbas porës fillojnë sanksionet që ti në fillim si kupton, pastaj të kuptojnë. Prandaj mua dhe mendova mos jam veshur keq. Jo, je veshur shumë bukur.
Zoti Kulluri, për ju e kam të ndryshme pyetjen. Jo çfarë ndodh pas këtij momenti, me ju çfarë ndodh pas këtij momenti dhe ju çfarë vendimi merrni pas kësaj që konsideruat dështim duke nisur nga vetja. Çfarë vendimi keni sonte? Spani, unë kam një kërkesë për kryeministrin, ja parë që kërkojnë gjë publikisht. Kërkesë ju për kryeministrin? Po, ta shkrin spakun fare, do të jepnin fund saj do ta çonin të Republikë. Po ju e kishit vit të kuqe spakun? Po jo, më tash dështuar me për. Po fitun të tjerë tani, shkruaj ta shkrin fare të mbledhin mendin. Apo dështimi është faliment i plot? Ju më të mbledhin mendjen me të gjitha se i kanë marrë me pushtet politikë, parlament. Do të ekzistoni ju si djathta 1912? Nuk e di, ne para punës kemi vetëm një parti që kemi drejtim kolegjal, pas për të votuar, duhen pra partitë e këtyre. Se kanë ta Alibabe, në kryet bandës, që t'i gëzajnë, vendimit të marrët kolegjal. Unë sot pranova dështimin tonë elektoral. Po ju individualisht, e di që prap gabim po bëjë, do më doni më shumë. Gabim që po pranoni dështimin? Po tosha që na kanë vjedhur, na kanë bërë, do më doni shumë si këta. Po unë kam zhjilë mos jep karagjozën, ti vetë jam seriozën dhe besoj që edhe këta e këtë duke. Duke mos qenë karagjos, çfarë vendimi merrni sot? Nuk e tjerë, se ma unë vendimin e më zhjilë. Po individualisht, kene një vendim atë? Ne kemi një grup prej 7 persona që detojnë partin. Për ju, a do të ketë jetë gjatësi alternativa që ofruat këtë herë që nuk u votuar? Për mua personalisht jo. Jo, do duhet të shbëhet? Për mua personalisht jo, edhe në qëndimin time që atë të shohim, po me mua me shumë pak gjasa do kesh me shohësh më politikë. Nuk mund t'ju shohim në politikë? Vështirë dhe të më shohësh në politikë, shumë vështirë. Po ju arribëj edhe njërë pyetjen që u e kam bërë disa shumë vështirë, mua të me shohësh të mrejmë me politikë, që do të ndodhi të bërë? Pra do të zbrapseni nga politika pas ti dështimi? Me shumë gjasa, po. A mos ndoshta sot vlen pendesa që nuk u bët bashkë? Jo, unë s'kam asi pendesë, sepse ne u bëm tire të gjithë partive dhe Lapaj dhe Sheja gjetën vetëm artifice, argumenta krejtësisht false, për të mos u bashkuar. Kjo nuk është përgjësia. Por, do të marrim dhe kostot e tjerve, s'kemi që bëjmë. Kostot që ju thoni mund shkojnë deri në zhbërje. Zotineza për fund, protestë dhe çfarë pas kësaj? A i vlen kjo opozitës dhe a prisin ndonjë indikacion së jashtme? S'ka asnjë mënyrë tjetër për të reaguar në lidhje me zgjedhjet përveç protestave. Në këtë moment duhet shpjeguar. Është e domosdoshme të shpjegohet manipulimi i zgjedhjeve. Dhe nuk është, kur flasim për shpjegimin e manipulimit të zgjedhjeve, nuk e kemi fjalën të shpjegojmë këtë gjë për të shpëtuar Partinë Demokratike ose për të ndihmuar Partinë Demokratike. Kjo është për të shpëtuar pluralizmin, për të ndihmuar demokracinë në Shqipëri. Kushdo që merr vesh sadopak nga pluralizmi, sadopak nga demokracia, duhet ta ketë të qartë se këto zgjedhje janë një alarm për sistemin. Sistemi është i targetuar. Dhe është shumë e mundur që sistemi të rrëshqas në mënyrë të butë, pa dhunë, tek pushteti i një personi në të gjitha sferat. Të shohim çfarë do të ndodhë mes fesës dhe protestës se do të jemi këtu për të analizuar dhe për të parë. Zoti Kulluri thotë kjo ka kohë që ka ndodhur, do të presim për vendimarrjet e të rinjve. Praktikisht ka ndodhur, por në qoftë se qëndron në kohë, ai çmentohet. Kjo është. Do të ngrihet çement ose sa më fal. Kjo gjë është ngritur që 2008 këtu. Që më ndryshojnë konstituse dhe kodin listat mbyllura, kjo në ka quar në të pikë. 2008 ka qenë pararëndja. Cimentimi është bërë. Në qoftë se ne duam të ikim problemet. Problemi tani është qeveria. Në qoftë se edhe një sistem i keq. Kur qeveria nuk përdor veten për të fituar zgjedhjet, edhe në një sistem të keq, është më normale. Ne kemi marrë 74 mandate, por ai votën të gjitha. Edhe nuk i gjet punës. Ja, unë me doktorin kem shesh. Se mund t'ju përdoret kjo pjesë e deklaratës, edhe deklarata që bëhet para dhe po çfarë temë tani ikni apo sikni nga politika ndaj në mendjen. Çfarë shefsi? Çfarë shef? S'është problemi këtu të ikin, le të ikin më të gjithë. Po çfarë do bëhet me problemin? Duhet të ikim të gjitha. Po çfarë do bëhet me problemin? Ti thua që mos të prekë problemin. Ore vlla, populli na ka nxjerrë jashtë prap. O zotëri, kur flas për protestën, unë nuk e kam fare të rrin apo të ikin. Unë e kam me problemin, unë e kam me çështjen. Po kush e si problemin? Ne që kemi problemin vlla. Kush e si problemin? Po edhe ju mos e keni dështuar. Po unë e keni dështuar për shkak të problemit ndoshta. Si se pranon ai moni që kemi. Ore keni dështuar për shkak të problemit. Me një palë e cila po e pranon. Ore s'ka nevojë ta pranoj ai as ti se ne e shohim me sy atë. I keni dështuar, dështimi është jashtëzakonshëm. Keni dështuar të pengoni qeverinë t'ju marrë votat. Jo, zotineza, a ka një akt moral, a ka një përgjegjësi etike të marrë në këtë rast kur flasim për dështim që pranohet edhe për largime që konsiderohen nga politika? Pra jemi te aktet morale. Gjithçka shoqërohet edhe me akte morale. Eksaktësisht. Të shohim para cilave vendimarrje do të gjendemi përballë. Të nderuar panelistë, unë ju falenderoj që ishit në debatin e kësaj mbrëmje. Të nderuar shikues, ju falenderoj për vëmendjen e treguar. Ndajemi bashkë sonte dhe ritakojmë sërish nesër në orën 20:30 minuta. Deri atëherë nga unë Albalisha natën e mirë dhe miru takofshim bashkë.